Në këtë moment, ndërsa lexoni këto fjalë, trupi juaj po konverton rreth 100 miliard molekula oksigjen në energji. Zemra juaj po rreh me një ritëm të përsosur. Qelizat e trurit tuaj po shkëmbejnë miliarda sinjale elektrike. Por ja çfarë nuk po mendoni. Çdo frymëmarrje që merrni varet nga një ekuilibër kimik kaq delikat sa që ndryshimi i temperaturës mesatare të planetit me vetëm 5 gradë do ta bënte atë të pamundur. Dhe ky ekuilibër po shkatërrohet. Jo në një të ardhmet e largët, jo për brezat e ardhshëm. Tani, ndërsa lexoni këtë fjalë, diçka thellbësore po ndryshon në sistemin që ju mban gjallë. Në vitin 2018, në laboratorin e propulsionit me reaktiv të NASA në Pasadena, Kaliforni, një grup shkencëtarësh drejtuar nga astrofizikania Dr. Sarah Morrison zbuloi diçka që i bëri të heshnin për disa minuta. Ata po analizonin të dhënat nga teleskopi hapësinor Kepler për një il të quajtur Proxima Centauri, ili më i afërt me diellin ton, i largët vetëm 4,3 vjet drite. Rreth këtij illi rrotullohej një planeti quajtur Proxima b, dhe ajo që panë në spektrin e tij atmosferik i bëri të kuptojnë se çdo gjë që kishin menduar për mundësinë e jetës përtej tokës duhej rishikuar. Planeti kishte shenja të qarta të ujit të lëngshëm. Temperatura e sipërfaqes ishte brenda intervalit ku jeta, siç e njohim ne, mund të ekzistonte. Por ishte diçka tjetër që i bëri të telefonojnë menjëherë në Pentagon. Në dosjet e klasifikuara të NASA, ekziston një program me emrin kod Deep Space Contingency. Emri zyrtar nuk tregon asgjë, por brenda agjencisë ata që e njohin e quajnë ndryshe Plani Exodus. Ky nuk është një projekt teorik, nuk është shkencë fantazi. Është një skenar operacional i zhvilluar gjatë 50 viteve të fundit nga inxhinierët më të mirë të njerëzimit për një pyetje të vetme. Çfarë bëjmë kur toka bëhet e pabanueshme? Jo nëse. Kur? Të kuptojmë pse ky plan ekziston, duhet të shohim diçka që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë plotësisht. Toka nuk është thjesht një shkëmbë që rrotullohet në hapësirë. Ajo është një makinë e gjallë, një sistem kaq kompleks sa që çdo pjesë e saj ndikon në çdo pjesë tjetër. Atmosfera, oqeanet, plakat tektonike, fusha magnetike, cikli i karbonit, cikli i ujit, temperatura globale, rrymat oqeanike, modelet e erës, shpërndarja e specieve, kimia e tokës, dendësia e pyjeve, aciditeti i deteve, niveli i rrezatimit kozmik që arrin në sipërfaqe. Të gjitha këto janë të lidhura në një rrjet kaq delikat sa që shkencëtarët e quajnë një mrekulli që funksionon fare. Dhe ky sistem po dështon, jo ngadalë, jo në mënyrë të parashikueshme, por me një shpejtësi që po i habit edhe vetë shkencëtarët që e studiojnë. Në vitin 2020, temperatura mesatare globale ishte rritur me 1,2 gradë Celsius krahasuar me nivelet paraindustriale. Kjo t'inglon si asgjë, por për sistemin e tokës, kjo është ekuivalente me një njeri që ka temperaturë 40 gradë. Trupi funksionon, por diçka felpsore po shkon keq. Dhe ashtu si me një sëmundje, simptomat e parë nuk është gjithmonë më e rëndësishmja. Është ajo që vjen pas. Në Groenland, shtresa e akullit po shkrihet me një shpejtësi prej 270 ton në vit. Imagjinoni një mal akullnaj, matësia e malit Everest që zhduket çdo 3 ditë. Kjo nuk është metaforë, kjo po ndodh tani. Në Antarktik situata është edhe më dramatike. Akullnaja Thwaites, e quajtur nga shkencëtarët akullnaja e sudimit të botës, po humbet mas me një ritem që modelet kompjuterike parashikonin se do të ndodhte vetëm pas 50 vitesh. Kur kjo akullnaj të shkrihet plotësisht, niveli i detit do të rritet me 3 metra. 3 metra nuk t'ingëllon shumë derisa të kuptoni se kjo do të thotë se qytetet të tëra do të zhduken. Miami, Amsterdam, Dhaka, Shanghai, Venecia, Bangkok, të gjitha në ujë. Por kjo është vetëm fillimi. Sistemi i rrymave oqeanike që rregullon klimën e planetit po ngadalsohet. Rryma e gjirit që sjell ngrohtësi nga ekuatori në Evropën veriore është më e dobët se ka qenë në 1500 vjet. Kur kjo rrym të ndaloj plotësisht, dhe modelet tregojnë se kjo mund të ndodhë brenda këtij shekulli, Europa veriore do të përjetojë një epokë akullnajash, ndërsa pjesa tjetër e planetit digjet. Jo ngadalë, brenda një dekade.
Kjo është shpejtësia me të cilën sistemet klimatike mund të ndryshojnë kur arrin atë që shkencëtarët e quajnë një pikë ktheze. Dhe ne po i afrohemi disa pikave të tilla njëkohësisht. Në Siberi, toka e ngrirë përgjithmonë e quajtur permafrost po shkrihet. Në këtë tokë janë kapur rreth 1500 miliardë ton karbon, pothuajse 2 i asaj që është në të gjithë atmosferën e tokës tani. Ndërsa permafrosti shkrihet, ky karbon lirohet si metan, një gaz se është 25 herë më i fuqishëm se dioksidi i karbonit. Kjo krijon atë që shkencëtarët e quajnë një lak reagimi pozitiv. Sa më shumë që ngrohet planeti, aq më shumë metan lirohet. Sa më shumë metan lirohet, aq më shumë ngrohet planeti. Dhe kjo nuk mund të ndalet pasi të fillojë. Kjo nuk është teori, kjo ka ndodhur më parë. 56 milion vjet më parë, gjatë një periudhe që gjeologët e quajnë maksimumi termik i paleocenit e ocenit, temperatura globale u rrit me 5 deri në 8 gradë Celsius në vetëm disa mijëra vjet. Shkaku ishte pikërisht i njëjtë, lirimi masiv i karbonit nga burime gjeologjike. Rezultati ishte shfarosja e rreth 50% të gjitha specieve në oceane dhe transformimi radikal i ekosistemeve toksore. Planeti u desh rreth 100.000 vjet për t'u stabilizuar. Por këtë herë, ndryshimi po ndodh jo në mijëra vjet, por në dekada. Sistemi i tokës nuk ka kohë të përshtatet. Dhe këtu vjen pjesa që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Nuk është vetëm temperatura, është gjithçka që varet nga ajo. Modelet e shirave po ndryshojnë. Rajonet që kanë qenë pjellore për mijëra vjet po bëhen shkrettira. Rajonet që kanë qenë shkrettira po përmbuten. Stinët po humbasin kuptimin. Bimet po lulëzojnë në kohën e gabuar. Insektet që impolojnë, ato po zhvendosen në rajonet e reja. Zinxhiret ushqimor po shkatërohen. Dhe kjo po ndodh kaq shpejt sa speciet nuk kanë kohë të evoluojnë. Në vitin 2019, një studim i botuar në revistën Science vlerësoi se ne po humbasim specie me një shpejtësi 100 deri në 1000 herë më të shpejtë se norma natyrore e zhdukjes. Kjo është ekuivalente me atë që ndodhi kur asteroidi goditi tokën dhe zhduku dinosaurët. Por këtë herë, ne jemi asteroidi. Dhe çfarë nuk po ju thot askush, që nuk është diçka që mund të ndallojmë thjesht duke ndryshuar lambat ose duke drejtuar makina elektrike. Sistemi është shumë i madh. Inercia është shumë e fortë. Edhe nëse do të ndalonim çdo emetim të karbonit nesër, temperatura do të vazhdonte të rritet për dekada për shkak të karbonit që tashmë është në atmosferë. Oqeanet do të vazhdonin të ngroheshin. Akullnajat do të vazhdonin të shkrieshin. Pikat e kthesës do të vazhdonin të kalonin. Kjo nuk është pesimizëm, kjo është fizik. Dhe NASA e di këtë. Në vitin 2015, një raport i brendshëm i NASA me titull Skenarët afatgjat për habitueshmërinë e tokës analizoi të gjitha të dhënat e disponueshme klimatike, gjeologjike dhe biologjike. Konkluzioni ishte i qartë. Brenda 2 deri në 3 shekujve, pjesë të mëdha të tokës do të bëhen të pabanueshme për qenijet njerëzore. Jo të vështira për t'u banuar, të pabanueshme. Temperatura e ajrit do të tejkallojë atë që trupi njerëzor mund të durojë. Uji i ëmbël do të bëhet i rrallë. Prodhimi ushqimor do të kolapsojë. Dhe kjo nuk është skenari më i keq. Kjo është skenari mesatar. Skenari më i keq përfshin diçka që shkencëtarët e quajnë një ngjarje shfarosjeje masive. Një reagim zinxhir që pasi të fillojë nuk mund të ndalet. Temperatura rritet aq shumë sa oqeanet fillojnë të lëshojnë dioksidin e karbonit në vend që ta thithin. Pyjet fillojnë të vdesin dhe të lëshojnë karbon në vend që ta ruajnë. Toka bëhet një Venus i dytë, një planet me një atmosferë kaq të nxehtë sa plumbi shkrihet në sipërfaqe. Kjo tingëllon si shkencë fantazi, por ka ndodhur në Venus. Një planet që dikur mund të ketë pasur oqeane dhe jetë, tani ka një temperaturë sipërfaqësore prej 470 gradë Celsius dhe një atmosferë kaq të dendur sa presioni është i njëjtë me atë 1000 metra nën sipërfaqen e oqeanit të tokës. Dhe këtu vjen pyetja që askush nuk dëshiron ta bëjë me zë të lartë. Çfarë bëjmë nëse toka po bëhet Venus? Përgjigjja e NASA është e thjeshtë. Ikim. Por jo të gjithë. Kjo është pjesa që e bën këtë kaq të vështirë për t'u pranuar. Nuk ka mënyrë të transportosh 8 miliard njerëz në një planet tjetër. Nuk ka teknologji që mund ta bëjë këtë. Nuk do të ketë kurrë. Pra plani nuk është të shpëtojmë të gjithë. Plani është të shpëtojmë specien. Kjo do të thotë të zgjedhësh kush shkon dhe kush mbetet.
Kjo do të thotë të pranosh se shumica e njerëzimit do të vdes në tokë. Kjo do të thotë të ndërtosh një ark që mund të mbajë vetëm disa mijëra njerëz dhe t'i dërgosh ata në një udhëtim që do të zgjasë gjenerata të tëra. Dhe kjo nuk është teori. Kjo po ndërtohet tani. Në vitin 2017, NASA nënshkroi një kontratë me kompaninë Lockheed Martin për zhvillimin e asaj që zyrtarisht quhet Sistemi i transportit në hapësirë të thellë. Emri është i paqëllimshëm i paqartë, por specifikimet teknike tregojnë qartë se për çfarë është projektuar ky sistem. Një anije që mund të mbajë një ekipazh prej 5.000 personash për një udhëtim që zgjat më shumë se 100 vjet. Një anije që mund të udhëtojë me 1% të shpejtësisë së dritës. Një anije që mund të mbajë gjallë një populatë njerëzore për kohën e nevojshme për të arritur në një sistem tjetër diellor. Destinacioni është tashmë i zgjedhur, Proxima Centauri B. Distanca 4,3 vjet drite. Koha e udhëtimit me teknologjinë aktuale rreth 150 vjet. Numri i njerëzve që do të nisin 5.000. Numri i njerëzve që do të arrijnë i panjohur. Kjo quhet një anije gjeneratash. Koncepti është i thjeshtë. Njerëzit që nisin udhëtimin nuk do të jenë ata që arrijnë, do të jenë fëmijët e tyre, ose fëmijët e fëmijëve të tyre, ose fëmijët e fëmijëve të fëmijëve të tyre. Gjenerata të tëra do të lindin, do të jetojnë dhe do të vdesin në hapësirë, duke mos parë kurrë, as tokën që lanë prindrit e tyre, as planetin që do të arrijnë pasardhësit e tyre. Imagjinoni këtë për një moment. Imagjinoni të lindni në një anije, të rritet duke ditur se e gjithë jeta juaj do të kaloj brenda mureve metalik, se kurrë nuk do të shihni një qiell të vërtet, kurrë nuk do të ndjeni erën, kurrë nuk do të prekni tokën. E gjithë arsyeja e ekzistencës suaj është të mbani gjallë anijen derisa fëmijët tuaj ose fëmijët e fëmijëve tuaj të arrijnë në një vend që ju kurrë nuk do ta shihni. Kjo është çmimi i mbijetesës. Por ja çfarë bën këtë edhe më të vështirë. Ne nuk e dim nëse Proxima B është vërtet e banueshme. E dim se ka ujë, e dim se temperatura është e përshtatshme, por nuk e dim nëse ka një atmosferë që mund të mbajë jetën njerëzore. Nuk e dim nëse ka një fushë magnetike që mund të na mbrojë nga rrezatimi kozmik. Nuk e dim nëse ka mikroorganizma që mund të jenë vdekje prurës për ne. Nuk e dim nëse toka është e përshtatshme për bujësi. Nuk e dim asgjë me siguri. Pra po dërgojmë njerëz në një udhëtim 150 vjeçar drejt një vendi që mund të jetë po aq i pabanueshme sa toka që po lëm. Kjo është çmenduri apo jo? Përgjigjja e NASA është jo, sepse alternativa është zhdukja e garantuar. Nëse mbetemi në tokë dhe planeti bëhet i pabanueshme, njerëzimi përfundon. 100% shans për zhdukje. Por nëse dërgojmë një anije gjeneratash në Proxima B, ka një shans, edhe nëse është i vogël, që specia jonë të mbijetojë. Edhe nëse shansi është vetëm 1%, kjo është pafundësisht në mirë se 0. Kjo është logjika e mbijetesës. Kjo është arsyeja pse plani ekziston. Por ja çfarë nuk po ju thot askush. Ky plan nuk është për ju. Nuk është për mua. Nuk është për shumicën e njerëzve që jetojnë tani. Ky plan është për një elitë të zgjedhur me kujdes që do të përcaktohet nga kritere që ne as nuk i dim ende. Shkencëtar, inxhinier, mjek, njerëz në aftësi që janë thelbësore për mbijetesën e një kolonie të re. Njerëz me gjenetikë të shëndetshme, njerëz të rinj, njerëz që mund të riprodhojnë. Dhe pjesa tjetër e njerëzimit, ne do të mbetemi këtu, në një planet që po vdes. Duke parë qiellin dhe duke ditur se diku atje, duke udhëtuar me shpejtësinë e dritës, janë shpresat e fundit të species son. Kjo është e vërteta që NASA nuk dëshiron ta thotë me zë të lartë. Kjo është arsyeja pse programi Deep Space Contingency është i klasifikuar. Jo sepse teknologjia është sekret, por sepse vendimi se kush jeton dhe kush vdes është diçka që asnjë qeveri nuk dëshiron ta diskutojë publikisht. Por vendimi tashmë është marrë. Anija tashmë po projektohet. Destinacioni tashmë është zgjedhur. Dhe ora po tikon. Në vitin 2022, në një kompleks nëntoksor 50 metra nën shkretirën e Nevadës, një ekip prej 280 inxhinierësh po ndërtonin diçka që zyrtarisht nuk ekziston. Emri i projektit në dokumentet e klasifikuara është Habitat Autonome Shumë Gjeneratash.
por brenda ekipit ata e quajnë me emrin e vërtet, Arka. Jo një model, jo një prototip, por një strukturë të plot, funksionale, të aftë të mbaj gjallë 5.000 njerëz për 150 vjet pa asnjë kontakt me botën e jashtme. Imagjinoni një qytet të tërë të mbyllur, brenda një cilindri metalik me një gjatësi prej 3 kilometrash dhe një diametër prej 500 metrash. Rrotullohet me një shpejtësi të saktë për të krijuar gravitet artificial ekuivalent me atë të tokës. Brenda ka pyje, ka lumenj, ka fusha bujqësore, ka shtëpi, ka shkolla, ka spitale, ka gjithçka që një shoqëri njerëzore ka nevojë për të funksionuar. Por gjithçka është e kontrolluar. Çdo pikë ujë, çdo molekulë ajri, çdo kalori ushqimi, çdo watt energjie. Asgjë nuk hidhet, asgjë nuk humbet. Gjithçka riciklohet me një lak të mbyllur, kaq të përsosur, saqë shkencëtarët e quajnë një ekosistem artificial. Dhe ja çfarë bën këtë kaq të vështirë, ky ekosistem duhet të jetë i përsosur. Një gabim i vetëm, një dështim i vetëm i sistemit dhe të gjithë vdesin. Nuk ka plan rezerv, nuk ka mision shpëtimi, nuk ka kthim. Pra çdo komponent duhet të jetë i shumë fisht, çdo sistem duhet të ketë rezerva, çdo proces duhet të monitorohet vazhdimisht. Dhe këtu vjen pjesa që e bën këtë kaq të frikshme. Ne kurrë nuk kemi ndërtuar diçka të tillë më parë. Eksperimenti më i afërt ishte Biosfera 2, një kompleks i mbyllur në Arizona, ku 8 njerëz jetuan për 2 vjet në vitet 90. Rezultati ishte një dështim katastrofik. Nivelet e oksigjenit ranë, nivelet e dioksidit të karbonit u rritën, ekosistemi kolapsoi, njerëzit u sëmurën. Eksperimenti u ndërprej më herët, dhe ajo ishte vetëm për 2 vjet, me 8 njerëz, në tokë, me mundësinë për të dalë në çdo moment. Tani po flasim për 150 vjet, me 5.000 njerëz, në hapësirë, pa mundësi për të dalë kurrë. Çdo problem që ndodhi në Biosfera 2 do të ishte vdekjeprurës në një anije gjeneratash, dhe problemet nuk do të jenë vetëm teknike, do të jenë psikologjike, sociale, politike. Imagjinoni të jetoni i gjithë jetën tuaj në një hapësirë të mbyllur, me të njëjtët 5.000 njerëz, pa mundësi për të ikur, pa vende të reja për të eksploruar, pa horizonte të reja. Çdo ditë e njëjtë me të djeshmen, çdo vit i njëjtë me të kaluarin, për gjithë jetën tuaj. Çfarë i bën kjo psikikës njerëzore? Në vitin 2019, psikologët e NASA kryen një studim mbi ekuipazhet që kalojnë dimër në stacionin kërkimor në Antarktidë. Këto janë njerëz të zgjedhur me kujdes, të trajnuar, të motivuar, që dinë se misioni i tyre zgjat vetëm disa muaj. Dhe megjithatë, pas 3 muajsh izolimi, fillojnë të shfaqen simptoma. Depresion, ankth, tension ndërmjet antarëve të ekuipazhit, çrregullime të gjumit, humbje e motivimit. Dhe kjo është vetëm për disa muaj. Në një vend ku dinë se mund të largohen nëse është e nevojshme. Tani imagjinoni të njëjtat simptoma në një anije gjeneratash, ku nuk ka largim, ku tensioni nuk mund të shpërndahet, ku një konflikt i vogël mund të përshkallëzohet në dhunë, ku dhuna mund të çojë në shkatërimin e sistemeve jetike, ku shkatërimi i sistemeve jetike do të thotë vdekje për të gjithë. Pra si e parandalojnë këtë? Përgjigjja e NASA është e thjeshtë dhe e frikshme. Kontroll total. Çdo aspekt i jetës në anije do të monitorohet. Çdo bisedë do të regjistrohet. Çdo veprim do të analizohet. Inteligjenca artificiale do të identifikojë shenja të hershme të konfliktit dhe do të ndërhyjë para se ai të përshkallëzohet. Njerëzit që tregojnë shenja të paqëndrueshmërisë psikologjike do të izolohen. Njerëzit që kërcënojnë sigurinë e anijes do të eliminohen. Po, eliminohen. Sepse në një sistem, ku mbijetesa e të gjithëve varet nga stabiliteti i sistemit, individi nuk ka më rëndësi. Vetëm kolektivi ka rëndësi. Kjo është çmimi i mbijetesës. Humbja e lirisë individuale, humbja e privatësisë, humbja e të drejtës për të zgjedhur. Sepse në një anije gjeneratash, çdo zgjedhje individuale ka pasoja kolektive. Nëse dikush vendos të mos punojë, ushqimi paksohet për të gjithë. Nëse dikush vendos të konsumojë më shumë burime, dikush tjetër duhet të konsumojë më pak.
Nëse dikush vendos të ketë më shumë fëmijë se sa lejohet, sistemi mbingarkohet. Pra zgjedhjet nuk mund të jenë individuale. Ato duhet të jenë kolektive, të kontrolluara, të planifikuara. Dhe ja çfarë bën këtë edhe më të vështirë. Gjeneratat që do të lindin në anije nuk do të kenë zgjedhur këtë jetë. Prindrit e tyre e zgjodhen për ta. Ose më saktë, NASA e zgjodhi për ta. Këta fëmijë do të lindin në një burg që nuk e krijuan vetë. Do të jetojnë një jetë që nuk e zgjodhen vetë, do të vdesin në një vend që nuk e dëshiruan vetë. Dhe e gjithë arsyeja e ekzistencës së tyre do të jetë të mbajnë gjallë një mision që filloi para se ata të lindnin dhe do të përfundoj pasi ata të vdesin. Çfarë drejte kemi ne të bëjmë këtë gjeneratave të ardhshme? Çfarë drejte kemi ne të vendosim se ata duhet të jetojnë në hapësirë në vend që të vdesin në tokë? Kjo është pyetja që etikistët e NASA po mundohen të përgjigjen prej vitesh, dhe përgjigja e tyre është kjo. Ne nuk kemi të drejtë, por kemi detyrë. Detyrën për të siguruar që specia jon të mbijetojë. Edhe nëse kjo do të thotë të sakrifikojmë lirinë e gjeneratave të ardhshme, edhe nëse kjo do të thotë të krijojmë një shoqëri që është më shumë si një zor se sa si një qytetërim. Sepse alternativa është zhdukja. Dhe zhdukja nuk është vetëm fundi i njerëzimit. Është fundi i gjithë çkaje që njerëzimi ka krijuar. Fundi i artit, fundi i muzikës, fundi i letërsisë, fundi i shkencës, fundi i filozofisë, fundi i çdo ideje që ndonjëherë ka lindur në një mendje njerëzore, fundi i çdo ndjenje që ndonjëherë është ndjer nga një zemër njerëzore, fundi i çdo ëndre që ndonjëherë është ndëruar nga një shpirt njerëzor. E gjithë kjo do të zhduket sikur të mos ketë ekzistuar kurrë, përveç nëse dëshgojmë një anije gjeneratash në Proxima B, përveç nëse sakrifikojmë lirinë e disa mijëra njerëzve për të shpëtuar trashëgiminë e miliarda. Kjo është logjika, kjo është arsyeja. Por ja çfarë nuk po ju thot askush. Kjo nuk është vetëm një çështje mbijetesës biologjike. Kjo është një çështje mbijetesës kulturore. Sepse çfarë do të mbajnë me vete njerëzit në anije? Çfarë libra? Çfarë muzike? Çfarë arti? Çfarë njohurish? Çfarë kujtimesh? Si vendosni se çfarë pjesë të qytetërimit njerëzor meriton të shpotohet dhe çfarë pjesë duhet të braktiset? Në vitin 2020, NASA krijoi një komitet të quajtur Grupi i Ruajtjes së Trashëgimisë Kulturore. Detyra e tyre ishte të vendosnin saktësisht këtë: çfarë duhet të marrë me vete anija. Ata filluan me një pyetje të thjeshtë: sa hapësirë ruajtjeje kemi? Përgjigja ishte rreth 100 petabajt. Kjo tingëllon shumë derisa të kuptoni se e gjithë njohuritja e akumuluar e njerëzimit, të gjitha librat, të gjitha filmat, të gjitha këngët, të gjitha punimet shkencore, të gjitha fotografit, të gjitha regjistrimet, janë rreth 500 petabajt. Pra mund të marrim vetëm 1/5. Çfarë zgjedhim? Të gjitha veprat e Shakespeare-it apo të gjitha veprat e Goethes? Simfonitë e Beethovenit apo operat e Mozartit? Piktura e Leonardos apo skulpturat e Michelangelos? Fizika e Einsteinit apo matematika e Newtonit? Filozofia e Platoni apo etika e Kantit? Çdo zgjedhje do të thotë të braktisësh diçka tjetër. Çdo përfshirje do të thotë një përjashtim. Dhe kush vendos? Kush ka të drejtën të thotë se kjo pjesë e qytetërimit njerëzor është më e rëndësishme se ajo pjesa? Komiteti punoi për 3 vjet. Ata konsultuan me historian, filozof, artist, shkencëtar, teolog. Ata zhvilluan kritere komplekse për të vlerësuar rëndësinë kulturore. Ata krijuan algoritme për të optimizuar zgjedhjet. Dhe në fund, ata arritën në një përfundim të frikshëm. Nuk ka mënyrë të drejtë për ta bërë këtë. Çdo zgjedhje është arbitrare. Çdo kriter është subjektiv. Çdo vendim pasqyron paragjykimet e atyre që e marrin atë. Pra çfarë bën? Ata vendosën të marrin gjithçka që mund të marrin dhe t'u lënë gjeneratave të ardhshme të vendosin se çfarë është me vlerë. Por kjo krijon një problem tjetër. Nëse gjenerata që do të lindin në anije nuk kanë asnjë përvojë të tokës, si do të kuptojnë vlefshmërinë e asaj që po ruajnë? Si do të kuptojnë një poem për detin kur nuk kanë parë kurrë det? Si do të kuptojnë një pikturë të një pyli kur nuk kanë ecur kurrë në një pyl? Si do të kuptojnë një simfoni të frymzuar nga një stuhi kur nuk kanë ndjerë kurrë erën? Konteksti i krijimit do të humbas.
kuptimi do të zbehet, dhe me kalimin e gjeneratave, trashëgimia kulturore që po mundohemi të shpëtojmë do të bëhet gjithnjë më pak e kuptueshme, derisa në fund ajo do të jetë vetëm një koleksion të dhënash pa kuptim, një bibliotekë e shkruar në një gjuhë që askush nuk e flet më. Kjo është paradoksi i anijes gjeneratash. Sa më shumë që largohet nga toka, aq më pak mbetet tokë. Dhe njerëzit që do të arrijnë në Proxima B nuk do të jenë më njerëz të tokës. Ata do të jenë diçka tjetër, një specie e re, e formuar nga kushtet e hapësirës, e përshtatur me jetën në një sistem të mbyllur, e shkëputur nga historia që i krijoi, dhe ja çfarë bën këtë edhe më të çuditshme. Kjo mund të jetë pikërisht ajo që na nevojitet. Sepse njerëzit e tokës, me të gjitha paragjykimet tona, me të gjitha konfliktet tona, me të gjitha dobësitë tona, jemi ata që e shkatërruam planetin ton. Ndoshta një fillim i ri kërkon një lloj të ri njeriu, një lloj që nuk mban barrën e historisë, një lloj që nuk përsërit gabimet e së kaluarës, një lloj që mund të ndërtojë një shoqëri më të mirë se ajo që ne lam pas. Kjo është shpresa. Por ja çfarë nuk po ju thot askush. Ne nuk e dim nëse kjo është e mundur. Ne nuk e dim nëse një shoqëri e mbyllur mund të funksionojë për 150 vjet. Ne nuk e dim nëse njerëzit mund të ruajnë shëndetin mendor në kushte të tilla. Ne nuk e dim nëse gjenetika e një popullate prej 5.000 njerëzve është e mjaftueshme për të shmangur problemet e endogamisë. Ne nuk e dim nëse teknologjia jonë është mjaft e besueshme. Ne nuk e dim nëse kemi llogaritur sakt të gjitha rreziqet. Ne po bëjmë një bast me jetën e 5.000 njerëzve, një bast me të ardhmen e spisjes son, një bast me gjithçka që kemi qenë dhe gjithçka që mund të bëhemi, dhe nuk ka mënyrë për ta testuar këtë bast para se ta bëjmë, sepse nuk mund të simulojmë një udhtim 150 vjeçar. Nuk mund të parashikojmë çdo problem që mund të ndodhë. Nuk mund të garantojmë suksesin, mund vetëm të shpresojmë. Dhe shpresa nuk është një strategji, por është e gjitha që kemi. Në vitin 2023, NASA filloi procesin e përzgjedhjes së ekuipazhit për anijen gjeneratash. Kriteret ishin të qarta: moshë ndërmjet 20 dhe 30 vjetësh, shëndet fizik dhe mendor i përsosur, aftësi teknike ose shkencore të dobishme, gjenetike larmishme për të maksimizuar diversitetin e popullatës dhe diçka tjetër që nuk u tha publikisht. Gatishmëria për të pranuar se ju kurrë nuk do të shihni destinacionin. Gatishmëria për të jetuar një jetë të tërë në shërbim të një misioni që do të përfundoj pas vdekjes suaj. Gatishmëria për të bërë një mjet, jo një qëllim. Kjo është çmimi i biletës. Dhe ja çfarë është e çuditshme, njerëzit po aplikojnë, jo qindra, jo mijëra, por qindra mijëra. Njerëz nga çdo vend, nga çdo kulturë, nga çdo shtresë shoqërore, të gjithë të gatshëm të braktisin tokën përgjithmonë, për një shans për të qenë pjesë e diçkaje më të madhe se vetja e tyre. Pse? Çfarë i shtyn njerëzit të zgjedhin një jetë të tillë? Psikologët kanë disa teori. Disa thonë se është një formë e idealizmit, dëshira për të kontribuar në diçka që do të vazhdoj për te jetës suaj. Disa thonë se është një formë e aratisjes, dëshira për të lënë pas një botë që po dështon. Disa thonë se është një formë e kuptimit, dëshira për t'i dhënë jetës suaj një qëllim të qartë. Por ndoshta është diçka më e thjeshtë. Ndoshta është thjesht frika. Frika se nëse mbeten në tokë, ata do të vdesin pa kuptim. Ndërsa nëse shkojnë në anije, vdekja e tyre do të ketë qëllim. Do të jetë një pjesë e një zinshiri që çon në mbijetesën e spishis. Kjo është çfarë na bën njerëz. Jo dëshira për të jetuar, por dëshira që jeta jonë të ketë kuptim. Edhe nëse ai kuptim vjen me çmimin e lirisë. Edhe nëse ai kuptim kërkon sakrifikën e gjithçkaje që e bën jetën të vlefshme. Sepse në fund, çfarë është më e rëndësishme? Të jetosh një jetë të gjatë dhe të rehatshme pa kuptim, apo të jetosh një jetë të shkurtër dhe të vështirë që kontribuon në diçka më të madhe? Kjo është pyetja që çdo aplikant po përballet me të, dhe përgjigja që po japin është e qartë. Kuptimi është më i rëndësishëm se rehati. Qëllimi është më i rëndësishëm se lumturia. Mbijetesa e spishis është më e rëndësishme se mbijetesa individuale. Kjo është evolucioni në veprim.
Jo evolucioni biologjik, por evolucioni kulturor. Zgjedhja e atyre që janë të gatshëm të sakrifikohen për të mirën e kolektivit. Dhe ja çfarë bën këtë kaq të fuqishme. Kjo nuk po detyrohet. Askush nuk po i detyron këta njerëz të aplikojnë. Ata po zgjedhin vetë, po zgjedhin të bëjnë pjesë e një eksperimenti që mund të dështojë. Po zgjedhin të jetojnë një jetë që shumica e njerëzve do ta konsideronin një ferr. Po zgjedhin të bëhen pionier të një ere të re. Dhe kjo është arsyeja pse NASA beson se anija gjeneratash mund të funksionojë. Jo sepse teknologjia është e përsosur, por sepse njerëzit që do të jenë në të janë të përzgjedhur për këtë mision. Janë njerëz që e kuptojnë çmimin, që e pranojnë sakrifikën, që janë të gatshëm të bëjnë atë që duhet për të siguruar që misioni të vazhdojë. Por ja çfarë nuk po ju thot askush. Edhe me përzgjedhjen më të mirë, edhe me trajnimin më të mirë, edhe me motivimin më të fortë, ka një limit për atë që njerëzit mund të durojnë. Dhe ne nuk e dim ku është ai limit. Ne nuk e dim se çfarë do të ndodhë kur gjenerata e parë të vdes dhe fëmijët e tyre të mbeten vetëm. Ne nuk e dim se çfarë do të ndodhë kur gjenerata e dytë të vdes dhe gjenerata e tretë të kuptojë se ata janë në mes të një udhtimi që as nuk e filluan dhe as nuk do ta përfundojnë. Ne nuk e dim se çfarë do të ndodhë kur gjenerata e katërt të fillojë të pyes pse duhet të vazhdojnë një mision që nuk e zgjodhan vetë. Ne nuk e dim se çfarë do të ndodhë kur gjenerata e pestë të humba çdo lidhje emocionale me tokën dhe të fillojë të pyes pse duhet të shkojnë në një planet që nuk e njohin. Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje. Këto janë rreziqet që nuk mund të parashikohen. Këto janë arsyet pse anija gjeneratash është eksperimenti më i rrezikshëm që njerëzimi ka ndërmarrë ndonjëherë. Por është gjithashtu shpresa jone vetme. Sepse alternativa nuk është të provojmë diçka tjetër. Alternativa është të pranojmë se kur toka të bëhet e pabanueshme, njerëzimi do të përfundojë. Dhe kjo nuk është një alternativë që NASA është e gatshme ta pranojë. Pra plani vazhdon. Anija po ndërtohet, ekuipazhi po përzgjidhet, destinacioni po studiuar, dhe ora po tikon. Por ja çfarë duhet të kuptoni? Kjo nuk është vetëm një plan për të ardhmen e largët. Kjo është një plan që po zbatohet tani. Sepse ndërtimi i një anije gjeneratash nuk është diçka që mund të bëhet në disa vjet. Kërkon dekada, ndoshta gjysmë shekulli. Dhe nëse presim derisa toka të bëhet vërtet e pabanueshme, do të jetë shumë vonë. Pra ndërtimi duhet të fillojë tani, ndërsa ende kemi burimet, ndërsa ende kemi teknologjinë, ndërsa ende kemi kohën. Sepse një gjë është e sigurt, koha po mbaron. Çdo vit që kalon, toka bëhet pak më pak e përshtatshme për jetën njerëzore. Çdo vit që kalon, dritarja e mundësisë për të ndërtuar një anije gjeneratash bëhet pak më e ngushtë. Çdo vit që kalon, shansi që njerëzimi të mbijetojë bëhet pak më i vogël. Përveç nëse veprojmë, përveç nëse ndërtojmë arkën, përveç nëse dërgojmë shpresat tona në yje. Kjo është e vërteta që NASA e di. Kjo është arsyeja pse programi Deep Space Contingency ekziston. Kjo është arsyeja pse miliarda dollar po investohen në një projekt që shumica e njerëzve nuk e din as që ekziston. Sepse ata që e din, e kuptojnë se kjo nuk është një opsion. Kjo është një nevojë ekzistenciale. Një nevojë që përcakton nëse specia jon do të vazhdojë apo do të përfundojë. Dhe vendimi tashmë është marrë. Ne do të vazhdojmë, çfarëdo çmimi, çfarëdo sakrifik, çfarëdo që duhet. Sepse alternativa është e papranueshme. Dhe kjo është arsyeja pse në këtë moment, ndërsa lexoni këto fjalë, në një kompleks nëntoksor në shkretirën e Nevadës, inxhinierët po punojnë në ndërrimin e natës, po saldojnë metale që do të udhtojnë më shpejt se çdo gjë që njerëzimi ka ndërtuar ndonjëherë. Po programojnë sisteme që do të mbajnë gjallë njerëz për gjenerata, po testojnë teknologji që do të përcaktojnë nëse specia jon ka një të ardhme. Dhe ata e din se çdo saldim duhet të jetë i përsosur. Çdo kod duhet të jetë pa gabime, çdo test duhet të kalojë. Sepse nuk do të ketë mundësi të dytë, nuk do të ketë korrigjime, nuk do të ketë riparime. Kur anija të nisë, ajo do të jetë vetëm në errësirën e hapësirës. Për 150 vjet dhe çdo gabim që ne bëjmë tani do të paguhet me jetën e atyre që do të jenë në të.
Kjo është përgjegjësia që ata mbajnë. Kjo është barra që ata bartin. Kjo është arsyeja pse ata punojnë 60 orë në ditë, sepse ata e dinë se po ndërtojnë më shumë se një anije. Po ndërtojnë një shpresë, shpresën e vetme që njerëzimi ka për të mbijetuar përtej tokës. Dhe kjo shpresë po merr formë, centimetër pas centimetri, saldim pas saldimi, kod pas kodi, në heshtje, në fshehtësi, në errësirën e një kompleksi nëntoksor që zyrtarisht nuk ekziston, por që mund të jetë vendi më i rëndësishëm në tokë. Sepse këtu po krijohet e ardhmja, jo e ardhmja e tokës, por e ardhmja e njerëzimit. Dhe kjo e ardhme nuk do të jetë në tokë, do të jetë në yje. Në vitin 2021, një grup shkencëtarësh në Institutin e Teknologjisë së Kalifornisë publikoi një studim që shkaktoi një debat të ashpër në komunitetin shkencor. Studimi analizoi të dhënat nga teleskopi James Webb dhe arriti në një përfundim që shkoi kundër gjithçkaje që NASA kishte thënë publikisht për Proxima b. Planeti nuk ishte i banueshëm. Atmosfera e tij përmban nivele vdekjeprurëse të rrezatimit ultraviolet. Fusha magnetike është shumë e dobët për të mbrojtur jetën nga rrezatimi kozmik. Dhe temperatura në sipërfaqe luhatet nga 100 gradë Celsius në ditë në -150 gradë në natë. Kjo nuk ishte një planet që mund të mbante jetën njerëzore. Kjo ishte një ferr. Reagimi i NASA ishte i menjëhershëm dhe i ashpër. Brenda 24 orëve, agjencia publikoi një deklaratë që e cuante studimin të paplot dhe metodologjikisht të gabuar. Por kjo nuk ishte një debat shkencor normal. Kjo ishte diçka më e thellë. Sepse nëse Proxima b nuk ishte e banueshme, atëherë gjithë plani i anijes gjeneratash ishte i kotë. Miliarda dollar të investuar, dekada planifikimi, qindra mijëra aplikantë që kishin vendosur të braktisin tokën, të gjitha për një destinacion që mund të ishte po aq i pabanueshme sa Marsi. Dhe ja ku fillon konflikti i vërtet, jo konflikti ndërmjet shkencëtarëve, por konflikti ndërmjet asaj që ne duam të besojmë dhe asaj që të dhënat po na tregojnë. Sepse e vërteta është se ne nuk e dim me siguri nëse ndonjë egzoplanet është e banueshme, derisa të shkojmë atje. Të gjitha të dhënat që kemi janë indirekte. Spektroskopi, analiza e dritës që kalon nëpër atmosferë, llogaritje të temperaturës bazuar në distancën nga illi. Por asnjë nga këto metoda nuk mund të na tregojë me siguri nëse një planet mund të mbajë jetën njerëzore. Mund të na tregojnë vetëm nëse kushtet janë teorikisht të mundshme. Dhe kjo është një dallim i madh. Teorikisht e mundur nuk do të thotë praktikisht e banueshme. Teorikisht e mundur nuk do të thotë se njerëzit mund të jetojnë atje. Teorikisht e mundur nuk do të thotë se ja vlen të dërgosh 5.000 njerëz në një udhëtim 150 vjeçar. Por ja çfarë bën këtë edhe më të komplikuar. Ne nuk kemi kohë të presim për të dhëna më të mira, sepse ndërtimi i anijes gjeneratash duhet të fillojë tani, jo pas 10 vjetësh kur do të kemi teleskop më të mirë, jo pas 20 vjetësh kur do të kemi dërguar sonda robotike për të eksploruar Proxima b. Tani, ndërsa ende kemi burimet, ndërsa ende kemi teknologjinë, ndërsa ende kemi kohën. Pra NASA po përballet me një zgjedhje të pamundur, të pres për të dhëna më të mira dhe të rrezikoj që të jetë shumë vonë për të ndërtuar anijen. Ose të vazhdoj me planin dhe të rrezikoj që të dërgoj njerëz në një destinacion që mund të jetë i pabanueshme. Kjo nuk është shkencë, kjo është bast. Dhe basti po bëhet me jetën e mira njerëzve. Por ja çfarë nuk po ju thot askush. Ky bast tashmë është bërë. Vendimi tashmë është marrë. Anija po ndërtohet. Jo sepse NASA është e sigurt se Proxima b është e banueshme, por sepse alternativa është të pranosh se njerëzimi nuk ka asnjë shans për të mbijetuar përtej tokës. Dhe kjo është një alternativë që asnjë qeveri nuk është e gatshme ta pranojë. Pra plani vazhdon, pavarësisht debatit, pavarësisht pasigurisë, pavarësisht rrezikut. Sepse në fund, çfarë tjetër mund të bëjmë? Të mbetemi në tokë dhe të presim të vdesim? Të pranojmë se specia jonë ka arritur fundin e rrugës, të dorëzohemi pa u përpjekur? Kjo nuk është në natyrën njerëzore. Ne jemi një specie eksploruesish, një specie që ka udhëtuar nga Afrika në çdo cep të tokës, një specie që ka lundruar oceane pa ditur se çfarë ishte në anën tjetër,
Një specie që kanë gjituar male sepse ishin atje. Dhe tani po përbalemi me sfidën më të madhe në historinë tonë. Jo të udhtojmë në një kontinent të ri, por të udhtojmë në një sistem të ri diellor. Jo të eksplorojmë një tokë të panjohur, por të krijojmë një shtëpi të re në një planet që nuk e kemi parë kurrë. Jo të zgjerojmë territorin tonë, por të shpëtojmë specien tonë. Dhe ja çfarë bën këtë kaq të vështirë. Ne nuk mund ta bëjmë këtë me metoda tradicionale të eksplorimit. Nuk mund të dërgojmë një ekip të vogël për të eksploruar dhe pastaj të dërgojmë më shumë njerëz nëse kushtet janë të mira, sepse udhëtimi zgjat 150 vjet. Nëse dërgojmë një ekip eksplorues, ata do të arrijnë kur toka tashmë është bërë e pabanueshme. Do të jetë shumë vonë për të dërguar një anije gjeneratash. Pra duhet të dërgojmë gjithçka një herësh. Të gjithë njerëzit, të gjitha burimet, të gjithë teknologjinë, në një udhëtim pa kthim drejt një destinacioni që nuk e dim me siguri nëse është i banueshëm. Kjo është çmenduri nga çdo këndvështrim racional, por është gjithashtu e vetmja mundësi që kemi. Dhe kjo është arsyeja pse debati për Proxima B është kaq i ashpër, sepse nuk është vetëm një debat shkencor, është një debat ekzistencial, një debat që përcakton nëse specia jon ka një të ardhme. Dhe në këtë debat ka dy kampe të qarta. Kampi i parë, i udhëhequr nga shkencëtar si ata në Institutin e Teknologjisë së Kalifornisë, argumenton se duhet të jemi realist, se duhet të pranojmë se Proxima B mund të mos jetë e banueshme, se duhet të kërkojmë alternativa, se duhet të investojmë në teknologji që mund të na lejojnë të udhtojmë më larg, në sisteme diellore që mund të kenë planete më të përshtatshme. Kampi i dytë, i udhëhequr nga NASA dhe agjencitë e tjera hapësinore, argumenton se nuk kemi kohë për alternativa, se Proxima B është destinacioni i vetëm brenda rrezës së arritshme me teknologjinë aktuale, se edhe nëse ka vetëm një shans të vogël që të jetë e banueshme, Duhet ta provojmë, sepse alternativa është të mos provojmë fare. Dhe kjo është thelbi i konfliktit. Jo shkenca kundër shkencës, por shpresa kundër realizmit. Optimizmi kundër pragmatizmit, besimi kundër të dhënave. Dhe në mes të këtij konflikti janë qindra mijëra njerëz që kanë aplikuar për të qenë pjesë e anijes gjeneratash. Njerëz që kanë vendosur të braktisin tokën. Njerëz që kanë pranuar të jetojnë një jetë të tërë në hapësirë. Njerëz që kanë besuar se destinacioni ja vlen sakrifikës. Por çfarë ndodh kur ata mësojnë se destinacioni mund të mos jetë i banueshëm? Çfarë ndodh kur ata kuptojnë se mund të jenë duke udhëtuar drejt një vdekjeje të sigurt? Çfarë ndodh kur besimi i tyre përplaset me realitetin e të dhënave? Kjo është pyetja që NASA po përpiqet të shmangë, sepse përgjigja mund të shkatërrojë të gjithë programin. Nëse njerëzit humbasin besimin në destinacion, ata do të humbasin motivimin për të vazhduar. Dhe pa motivim, një anije gjeneratash nuk mund të funksionojë. Sepse kujtoni, kjo nuk është një udhëtim i shkurtër. Kjo është një udhëtim që zgjat gjenerata. Njerëzit që nisin nuk do të arrijnë. Fëmijët e tyre nuk do të arrijnë, ndoshta as fëmijët e fëmijëve të tyre. Pra çdo gjenerat duhet të besojë se destinacioni ja vlen. Duhet të besojë se sakrifica e tyre ka kuptim. Duhet të besojë se fëmijët e tyre do të kenë një jetë më të mirë. Në Proxima B, se sa do të kishim pasur në tokë. Por nëse Proxima B nuk është e banueshme, atëherë kjo besim është një gënjeshtër. Dhe kur e vërteta del në shesh, gjithçka shembet. Kjo është arsyeja pse NASA po lufton kaq fort kundër studimeve që vënë në dyshim habitueshmërinë e Proxima B. Jo sepse studimet janë të gabuara, por sepse e vërteta mund të jetë shumë e rrezikshme për tu pranuar. Sepse nëse pranojmë se Proxima B mund të mos jetë e banueshme, atëherë duhet të pranojmë se i gjithë plani mund të jetë i kotë. Dhe nëse plani është i kotë, atëherë çfarë na mbetet? Asgjë. Vetëm pritja e fundit në një planet që po vdes. Kjo është alternativa që NASA nuk mund ta pranojë. Pra agjencia vazhdon të mbrojë Proxima B. Vazhdon të argumentojë se të dhënat janë të paplot. Vazhdon të insistojë se planeti është i banueshëm, jo sepse ka prova të forta, por sepse ka nevojë që të jetë e banueshme. Sepse pa këtë shpresë, i gjithë programi Deep Space Contingency humbet kuptimin. Dhe kjo është një formë vetgënjeshtres kolektive. Një gënjeshtër që ne po i themi vetes, sepse e vërteta është shumë e dhimbshme për tu përballuar.
Por gënjeshtra nuk mund të vazhdoj përgjithmonë. Në një moment, e vërteta do të dalë në shesh, dhe kur të dalë, do të duhet të përbalemi me të. Por deri atëherë, plani vazhdon, anija po ndërtohet, ekuipazhi po përzgjidhet, trajnimi po zhvillohet, dhe askush nuk po flet me zë të lartë për mundësinë që gjithçka mund të jetë për asgjë. Sepse nëse fillojmë ta diskutojmë këtë mundësi, nëse fillojmë ta pranojmë këtë dyshim, atëherë gjithë projekti do të kolapsojë. Pra heshtja mbahet, dyshimi fshihet dhe shpresa promovohet. Edhe kur kjo shpresë mund të jetë e pabazuar, edhe kur kjo shpresë mund të jetë një iluzion, edhe kur kjo shpresë mund të çojë në një tragjedi. Por ja çfarë është edhe më shqetësuese. Ka një grup shkencëtarësh brenda NASA që e din të vërtetën, që kanë parë të dhënat, që kanë bërë llogaritjet, që e din se Proxima B ka shumë të ngjarë të mos jetë e banueshme. Por ata po heshtin, jo sepse janë kovartë, por sepse e kuptojnë se e vërteta do të shkatëronte shpresën e vetme që njerëzimi ka. Dhe ata po përballen me një dilema morale që asnjë shkencëtar nuk duhet të përballojë. A duhet të thonë të vërtetën dhe të rrezikojnë që të shkatërrojnë shpresën, apo duhet të heshtin dhe të lejojnë që mijëra njerëz të dërgohen në një udhëtim që mund të përfundojë në tragjedi? Kjo nuk është një pyetje e lehtë, sepse në njërin anë e vërteta është e shenjtë. Shkenca bazohet në të vërtetën, në të dhënat, në faktet. Të fshesh të vërtetën është një tradhti e gjithçkaje që shkenca përfaqëson. Por në anën tjetër, shpresa është gjithashtu e rëndësishme. Shpresa është ajo që na mban gjallë. Shpresa është ajo që na jep forcë për të vazhduar. Dhe pa shpresë, çfarë na mbetet? Vetëm dëshpërimi. Pra këta shkencëtar po zgjedhin shpresën mbi të vërtetën, po zgjedhin iluzionin mbi realitetin, po zgjedhin gënjeshtrën mbi ndershmërinë. Dhe kjo është një zgjedhje që do t'i ndjek për pjesën tjetër të jetës së tyre. Sepse nëse anija gjenerata është dështon, nëse mijëra njerëz vdesin në hapësirë sepse Proxima B nuk ishte e banueshme, atëherë gjaku i tyre do të jetë në duart e këtyre shkencëtarëve. Dhe ata e dinë këtë. Ata jetojnë me këtë barë çdo ditë, por ata vazhdojnë të heshtin. Sepse çfarë tjetër mund të bëjnë? Të shkatërrojnë shpresën e vetme që njerëzimi ka? Të pranojnë se specia jonë nuk ka të ardhme? Të dorëzohen pa u përpjekur? Kjo është bara që ata mbajnë. Dhe është një barë që asnjë njeri nuk duhet ta mbajë. Por dikush duhet ta mbajë, sepse vendimi duhet të merret. Dhe vendimi tashmë është marrë. Anija do të ndërtohet, ekuipazhi do të dërgohet, udhtimi do të fillojë. Pavarësisht dyshimit, pavarësisht rrezikut, pavarësisht mundësisë së tragjedisë. Sepse alternativa është e papranueshme, dhe kjo është e vërteta që askush nuk dëshiron ta pranojë. Ne po dërgojmë njerëz në një udhtim që mund të përfundojë në vdekje. Jo sepse jemi të sigurt se do të mbijetojnë, por sepse nuk kemi zgjedhje tjetër. Sepse nëse nuk i dërgojmë, ata me siguri do të vdesin në tokë. Pra po zgjedhim një shans të vogël për mbijetesë mbi një vdekje të sigurt. Dhe kjo është logjika që drejton programin Deep Space Contingency. Jo optimizmi, jo besimi, por dëshpërimi. Dëshpërimi i një specie që e di se koha po mbaron, që e di se planeti po vdes, që e di se nëse nuk vepron tani, nuk do të ketë mundësi tjetër. Pra po veprojmë, po ndërtojmë, po planifikojmë, po shpresojmë, edhe kur shpresa mund të jetë e kotë, edhe kur plani mund të dështojë, edhe kur gjithçka mund të përfundojë në tragjedi. Sepse çfarë tjetër mund të bëjmë? Kjo është pyetja që përcakton epokën tonë, dhe përgjigjja që po japim është e qartë. Do të provojmë, do të luftojmë, do të mbijetojmë. Çfarë do çmimi, çfarë do sakrifik, çfarë do që duhet. Sepse kjo është ajo që na bën njerëz. Jo inteligjenca, jo teknologjia, por vendosmëria për të vazhduar edhe kur gjithçka duket e pamundur. Edhe kur shanset janë kundër nesh. Edhe kur logjika thot se duhet të dorëzohemi. Ne nuk dorëzohemi. Kurrë. Dhe kjo është arsyeja pse anija gjeneratash do të ndërtohet. Jo sepse jemi të sigurt se do të funksionojë, por sepse refuzojmë të pranojmë se nuk ka shpresë. Sepse refuzojmë të besojmë se kjo është fundi. Sepse refuzojmë të vdesim pa u përpjekur. Dhe kjo vendosmëri, kjo kokëfortësi, kjo refuzim për të dorëzuar,
Është ajo që ka lejuar njerëzimin të mbijetojë për qindra mijëra vjet. Është ajo që na ka çuar nga shpellat në qytete, nga shkopinjt në anijet hapësinore, nga frika e zjarit në shfrytëzimin e energjisë bërthamore, dhe tani po na çon nga toka në yje. Jo sepse është e lehtë, por sepse është e nevojshme. Jo sepse jemi të sigurt se do të suksesojmë, por sepse refuzojmë të dështojmë pa u përpjekur. Kjo është trashëgjimia jonë. Kjo është fati ynë. Kjo është arsyeja pse ekzistojmë. Dhe kjo është arsyeja pse do të vazhdojmë të ekzistojmë, edhe nëse duhet të lëmë tokën. Edhe nëse duhet të udhtojmë për gjenerata. Edhe nëse duhet të rrezikojmë gjithçka. Sepse në fund, çfarë është alternativa? Të pranojmë vdekjen, të dorëzohemi pa luftuar, të lëmë që specia jonë të zhdukej nga universi pa lënë gjurmë. Kjo nuk është në natyrën tonë. Dhe kjo nuk do të jetë fati ynë. Ne do të mbijetojmë. Një mënyrë ose një tjetër, në tokë ose në yje, në këtë sistem diellor ose në një tjetër, por do të mbijetojmë. Sepse kjo është ajo që bëjmë. Kjo është ajo që jemi. Kjo është arsyeja pse jemi këtu. Dhe askush, asgjë, asnjë forcë në univers nuk mund të na ndalojë, përveç vetes son. Dhe kjo është lufta e vërtetë. Jo kundër natyrës, jo kundër universit, por kundër dyshimit ton, kundër frikës son, kundër prirjes son për të dorëzuar kur gjërat bëhen të vështira. Kjo është lufta që po luftojmë tani, dhe është një luftë që duhet ta fitojmë. Sepse nëse e humbasim këtë luftë, nëse lejojmë që dyshimi të na mposhti, nëse dorëzohemi para vështirësive, atëherë gjithçka është humbur. Por nëse e fitojmë këtë luftë, nëse kapërcejmë dyshimin, nëse vazhdojmë pavarësisht frikës, atëherë kemi një shans. Një shans të vogël, por një shans megjithatë. Dhe kjo është e gjitha që na nevojitet, sepse historia ka treguar se njerëzimi mund të arrijë gjëra të pabesueshme, kur ka edhe një shans të vogël. Kemi udhëtuar në kontinente të reja me anije druri. Kemi fluturuar në qej me makina që ishin më të rënda se ajri. Kemi ecur në hën, kur teknologjia ishte më primitive se ajo në një telefon modern. Kemi bërë gjëra që dukeshin të pamundura. Dhe do t'i bëjmë përsëri, sepse kjo është ajo që bëjmë. Kjo është trashëgjimia jonë. Kjo është fati ynë, dhe askush nuk mund ta ndryshojë këtë, përveç nesh. Pra zgjedhja është e jona, të vazhdojmë ose të dorëzohemi, të luftojmë ose të vdesim, të ndërtojmë anijen ose të pranojmë fundin. Dhe zgjedhja tashmë është bërë. Po ndërtojmë anijen, po përzgjedhim ekuipazhin, po planifikojmë udhtimin, po përgatitemi për të ardhmen. Një ardhme që nuk do të jetë në tokë, një ardhme që do të jetë në yje, një ardhme që do të fillojë kur anija të nisë. Dhe kjo e ardhme po vjen, më shpejt se sa mendoni, më shpejt se sa jeni të përgatitur, më shpejt se sa bota e di. Sepse ora po tikon, dhe koha po mbaron. Dhe kur koha të mbaroj, Ania do të nisë. Me ose pa ju. Me ose pa miratimin tuaj. Me ose pa kuptimin tuaj. Sepse kjo nuk është një zgjedhje demokratike. Kjo është një nevojë ekzistenciale. Dhe nevojat ekzistenciale nuk presin për konsensus. Ato veprojnë. Tani. Shpejt. Vendimtare. Dhe kjo është ajo që po ndodh. Në heshtje. Në fshehtësi. Në errësirën e komplekseve nëntoksore që askush nuk i njeh. Ania po ndërtohet. Pjesë pas pjese. Sistem pas sistemi. Teknologji pas teknologjie. Dhe çdo ditë që kalon, ajo bëhet më e plot. Çdo javë që kalon, ajo bëhet më afër realitetit. Çdo muaj që kalon, ajo bëhet më pranë nisjes. Dhe kur të jetë gati, kur të gjitha sistemet të jenë testuar, kur ekuipazhi të jetë trajnuar, kur gjithçka të jetë në vend, atëherë do të vi momenti i së vërtetës. Momenti kur duhet të vendosim. A e dërgojmë anijen apo jo? A rrezikojmë jetën e 5.000 njerëzve për një shans të vogël për mbijetesë? A pranojmë pasigurinë e Proxima B për të shmangur vdekjen e sigurt në tokë? Kjo është pyetja që do të përcaktoj të ardhmen e njerëzimit, dhe përgjigjja tashmë është e qartë.
Po, do ta dërgojmë. Po, do të rrezikojmë. Po, do të pranojmë pasigurinë, sepse alternativa është e papranueshme. Dhe kjo është vendimi që do të marrë NASA, jo sepse është i sigurt, por sepse është i vetmi vendim që mund të merret. Sepse në fund, kur të gjitha opsionet janë të këqija, duhet të zgjedhësh atë që ka më pak shans për dështim. Dhe anija gjeneratash, me të gjitha rreziqet e saj, me të gjitha pasiguritë e saj, me të gjitha problemet e saj, është ende opsioni më i mirë që kemi. Është shpresa e vetme që njerëzimi ka për të mbijetuar përtej tokës. Dhe kjo shpresë, sado e vogël, sado e pasigurt, sado e rrezikshme, është më e vlefshme se çdo gjë tjetër që kemi. Sepse pa shpresë, çfarë jemi? Asgjë. Vetëm një specie që po pret të vdes në një planet që po vdes. Dhe kjo nuk është një fat që jemi të gatshëm ta pranojmë. Pra, po zgjedhim shpresën. Po zgjedhim rrezikun. Po zgjedhim pasigurinë. Sepse kjo është e vetmja zgjedhje që na jep një shans për të ardhme. Dhe një shans, sado i vogël, është pafundësisht më i mirë se asnjë shans. Kjo është logjika që drejton programin Deep Space Contingency. Kjo është arsyeja pse anija po ndërtohet. Kjo është arsyeja pse ekuipazhi po përzgjidhet. Kjo është arsyeja pse plani po zbatohet. Pavarësisht dëshimit, pavarësisht debatit, pavarësisht konfliktit. Sepse në fund, konflikti nuk ka rëndësi. Debati nuk ka rëndësi. Dyshimi nuk ka rëndësi. E vetmja gjë që ka rëndësi është mbijetesa. Dhe mbijetesa kërkon veprim. Jo diskutim, jo debat, jo dyshim, por veprim. Vendimtar, të menjëhershëm, të paktyeshëm. Dhe ky veprim po ndodh tani, ndërsa lexoni këto fjalë, ndërsa mendoni për të ardhmen, ndërsa pyesni veten nëse gjithçka që po lexoni është e vërtetë. Anija po ndërtohet, ekuipazhi po trajnohet, plani po zbatohet, dhe ora po tikon. Dhe kur ora të ndaloj, kur koha të mbaroj, kur momenti i së vërtetës të vi, atëherë do të shohim nëse kemi bërë zgjedhjen e duhur, nëse kemi ndërtuar anijen mjaft mirë, nëse kemi përzgjedhur ekuipazhin mjaft mirë, nëse kemi planifikuar mjaft mirë, ose nëse kemi dështuar. Dhe dështimi do të thotë vdekje. Jo vetëm për ata që janë në anije, por për të gjithë njerëzimin. Sepse nëse anija dështon, nuk do të ketë mundësi të dytë. Nuk do të ketë kohë për të ndërtuar një tjetër. Nuk do të ketë burime për të provuar përsëri. Do të jetë fundi. Fundi i njerëzimit. Fundi i gjithçkaje që kemi qenë. Fundi i gjithçkaje që mund të kishim qenë. Dhe kjo është barra që NASA mban. Barra e të ditur se një gabim, një dështim, një problem i parashikuar mund të çojë në zhdukjen e spishis son. Kjo është përgjegjësia që asnjë organizat nuk duhet ta mbajë, por dikush duhet ta mbajë. Dhe NASA e ka pranuar këtë përgjegjësi, jo sepse dëshiron, por sepse askush tjetër nuk mund. Sepse askush tjetër nuk ka teknologjinë, askush tjetër nuk ka ekspertizën, askush tjetër nuk ka burimet. Pra NASA po e mban këtë barë, vetëm, në heshtje, në fshehtësi, dhe po bën atë që duhet bërë, po ndërton anijen, po përzgjedh ekuipazhin, po planifikon udhëtimin, po përgatitet për momentin kur gjithçka do të varet nga një vendim. Një vendim që do të merret nga njerëz që e dinë se po luajnë me jetën e mijëra personave, që e dinë se po rrezikojnë të ardhmen e spishis son, që e dinë se nëse gabojnë, nuk do të ketë falje. Kjo është presioni që ata jetojnë me të çdo ditë. Kjo është bara që ata mbajnë çdo natë. Kjo është arsyeja pse shumë prej tyre nuk flenë. Sepse si mund të flesh kur e di se vendimi yt mund të përcaktojë nëse njerëzimi mbijetoj apo jo? Si mund të pushosh kur e di se çdo gabim mund të jetë fatal? Si mund të relaksohesh kur e di se ora po tikon dhe koha po mbaron? Nuk mund. Pra ata vazhdojnë të punojnë, ditë pas dite, javë pas jave, muaj pas muaj, pa pushim, pa relaksim, pa paqe. Sepse e dinë se kjo është përgjegjësia e tyre. Kjo është detyrimi i tyre. Kjo është arsyeja pse ekzistojnë. Dhe ata nuk do ta braktisin këtë përgjegjësi, pavarësisht presionit, pavarësisht barrës,
pavarësisht frikës. Sepse ata e dinë se nëse ata dështojnë, askush tjetër nuk mund të suksesojë. Nëse ata dorëzohen, gjithçka është humbur. Nëse ata ndalojnë, njerëzimi përfundon. Pra ata nuk do të dështojnë, nuk do të dorëzohen, nuk do të ndalojnë, do të vazhdojnë deri në fund. Çfarëdo që të ndodh, çfarëdo që të kushtoj, çfarëdo që të kërkoj. Sepse kjo është ajo që duhet bërë, dhe ata janë të vetmit që mund ta bëjnë. Kjo është e vërteta që përcakton programin Deep Space Contingency. Kjo është realiteti që drejton ndërtimin e anijes gjeneratash. Kjo është arsyeja pse, pavarësisht konfliktit, pavarësisht debatit, pavarësisht dyshimit, plani vazhdon. Sepse nuk ka alternativë, sepse koha po mbaron, sepse toka po vdes, dhe sepse ne refuzojmë të vdesim me të. Në këtë moment, ndërsa dëgjoni këto fjalë, diçka e jashtëzakonshme po ndodh në trurin tuaj. Rreth 100 miliardë neurone po shkëmbejnë sinjale elektrike me një shpejtësi që te kalon çdo superkompjuter që kemi ndërtuar ndonjëherë. Po përpunoni informacion, po krijoni kuptim, po ndërtoni një model mendor të një realiteti që nuk e keni parë kurrë. Dhe ja çfarë është vërtet e çuditshme. Ky proces, ky mrekulli ndërgjegjes që ju lejon të kuptoni këto fjalë, është pikërisht ajo që e bën të mundur që njerëzimi të mbijetojë përtej tokës. Sepse çdo gjë që kemi diskutuar deri tani, çdo plan, çdo teknologji, çdo strategji, varet nga një aftësi themelore. Aftësia e trurit njerëzor për të imagjinuar një të ardhme që nuk ekziston ende dhe për të punuar drejt saj pavarësisht pasigurisë. Kjo është ajo që na dallon nga çdo specie tjetër në këtë planet, jo inteligjenca në vetvete, por aftësia për të përdorur atë inteligjencë për të ndryshuar fatin ton. Dhe tani po e përdorim këtë aftësi për të ndërtuar diçka që asnjë specie nuk ka ndërtuar kurrë. Një anije që do të mbajë jetën njerëzore për më shumë se 150 vjet në hapësirën ndryore. Por ja çfarë nuk po ju thot askush. Kjo nuk është vetëm një sfidë inxhinierike. Kjo është një sfidë biologjike, psikologjike dhe filozofike që e shtyn njerëzimin në kufit absolut të asaj që jemi të aftë të arrijmë. Le të filloj me biologjinë. Trupi njerëzor u evolua për të jetuar në një gravitet specifik, 9,8 metra për sekond në 4 orë. Çdo sistem në trupin tuaj, nga zemra që pompon gjakun deri te kockat që mbajnë peshën tuaj, është i kalibruar për këtë forcë. Por në hapësirë, graviteti është pothuajse zero. Dhe kjo krijon probleme që shumica e njerëzve nuk i kuptojnë. Në mungesë të gravitetit, zemra nuk duhet të punojë aq shumë për të pompuar gjakun. Kjo t'ingëllon si një gjë e mirë, por nuk është, sepse kur zemra nuk punon aq shumë, ajo dobësohet. Muskujt e saj atrofiohen. Dhe pas disa muajsh në hapësirë, zemra e një astronauti bëhet aq e dobët sa kthimi në gravitetin e tokës mund të jetë fatal. E njëjta gjë ndodh me kockat. Pa gravitet që të ushtroj presion mbi to, kokat fillojnë të humbas intensitet me një shpejtësi alarmante. Astronautët në stacionin ndërkombëtar hapësinor humbasin rreth 1 deri në 2% të masës së kokave për çdo muaj. Pas 6 muajsh, humbja është ekuivalente me atë që një grua e moshuar përjeton në 10 vjet të osteoporozës, dhe kjo nuk mund të rikuperohet plotësisht. Edhe pas kthimit në tokë, edhe me trajnim intensiv, kokat kurrë nuk kthehen plotësisht në gjendjen e tyre origjinale. Por kjo është vetëm fillimi. Në hapësirë, sistemi imunitar dobësohet. Viruset që janë të pademshme në tokë bëhen vdekjeprurëse. Bakteret që trupi normalisht i kontrollon, fillojnë të shumëzohen pa kontroll. Plaget nuk shërohen siç duhet. Infeksionet përhapen më shpejt. Dhe nuk ka spitale në hapësirë. Nuk ka kirurg. Nuk ka pajisje mjekësore të avancuara. Nëse diçka shkon keq, ekuipazhi është vetëm. Dhe ja çfarë bën këtë edhe më të vështirë. Ne nuk e dimë se çfarë ndodh me trupin njerëzor pas vitesh të ekspozimit ndaj gravitetit zero. Të gjitha të dhënat tona vijnë nga misione që kanë zgjatur maksimumi 1 vit. Por anija gjeneratash do të udhtoj për 150 vjet. Gjeneratat të tëra do të lindin, do të rriten dhe do të vdesin në gravitet zero. Dhe ne nuk e dimë se çfarë do të ndodh trupave të tyre. A do të jenë në gjendje të ecin nëse ndonjëherë arrin në një planet me gravitet?
A do të jenë kockat e tyre aq të dobta sa do të thyhen në mpeshën e tyre? A do të jenë zemrat e tyre aq të dobta sa nuk do të mund të pompojnë gjakun kundër gravitetit? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje. Dhe kjo është arsyeja pse NASA po eksperimenton me gravitet artificial. Koncepti është i thjeshtë. Nëse rrotullon anijen, forca centrifugale krijon një ndjenjë graviteti. Sa më shpejt rrotullohet, aq më i fortë është graviteti artificial. Llogaritë tregojnë se nëse anija rrotullohet me një shpejtësi prej rreth 2 rrotullime për minutë, mund të krijohet një gravitet artificial ekuivalent me atë të tokës. Por ja çfarë nuk po ju thot askush. Ndërtimi i një strukture që mund të rrotullohet vazhdimisht për 150 vjet pa u prishur është një nga sfidat inxhinierike më të vështira që njerëzimi ka përballuar ndonjëherë. Çdo bashkim duhet të jetë i përsosur, çdo kushinet duhet të funksionojë pa dështim, çdo sistem duhet të jetë i aftë të durojë triliona rrotullime pa u konsumuar. Sepse nëse rrotullimi ndalon, graviteti artificial zhduket, dhe nëse kjo ndodh papritur, pasojat mund të jenë katastrofike. Njerëzit që janë mësuar me gravitet do të gjenden papritur në gravitet zero. Objektet që ishin të qëndrueshme do të fillojnë të lundrojnë, lëngjet do të formojnë sfera lundruese, sistemi i orientimit të trupit do të kolapsojë, njerëzit do të humbasin ndjenjen e lartë dhe poshtë. Diza do të përjetojnë marrje mendsh aq të forta sa do të jenë të paaftë për të funksionuar. Dhe nëse rrotullimi nuk mund të ristabilizohet shpejt, gjithçka në anije do të bëhet kaos. Pra, NASA po ndërton sisteme të shumëfishta, motor rezerv, kushineta rezerv, sisteme energjie rezerv, gjithçka e 2-fishuar, e 3-fishuar, e 4-fishuar, sepse dështimi nuk është një opsion. Por edhe me të gjitha këto masa sigurie, rreziku mbetet, sepse asgjë nuk mund të funksionojë përgjithmonë. Çdo sistem, pavarësisht sa mirë është projektuar, do të dështojë në fund. Prietja nuk është nëse, por kur. Dhe kur ai moment të vijë, ekuipazhi do të duhet të jetë i aftë ta riparojë. Por si mund të riparosh një sistem rrotullimi kur vetë anija po rrotullohet? Si mund të punosh në kushte ku çdo lëvizje e gabuar mund të hedhë në hapësirë? Si mund të diagnostikosh një problem kur nuk ke asnjë mënyrë për ta testuar jashtë anijes? Këto janë pyetje që inxhinierët po mundohen t'u përgjigjen, dhe përgjigjet që po gjejnë janë shqetësuese. Sepse e vërteta është se disa riparime thjesht nuk mund të bëhen. Disa dështime do të jenë fatale, disa probleme nuk do të kenë zgjidhje. Dhe kjo do të thotë se ekuipazhi do të duhet të jetojë me një të vërtetë të tmerrshme. Çdo ditë mund të jetë e fundit. Çdo sistem që dështon mund të jetë ai që i vret të gjithë. Çdo gabim mund të jetë fatal. Por le të supozojmë se sistemet funksionojnë. Le të supozojmë se graviteti artificial mbahet stabil për të gjithë udhëtimin. Le të supozojmë se trupi njerëzor përshtatet. Ende ka një problem që është ndoshta edhe më i vështirë: rrezatimi kozmik. Në tokë jemi të mbrojtur nga 2 shtresa mbrojtëse: fusha magnetike e planetit dhe atmosfera. Këto 2 shtresa na mbrojnë nga shumica e rrezatimit që vjen nga dielli dhe nga hapësira e thellë. Por në hapësirën ndërjore nuk ka mbrojtje. Rrezatimi kozmik, veçanërisht grincat e energjisë së lartë të quajtura rreze kozmike galaktike, depërtojnë çdo gjë. Ato kalojnë nëpër muret e anijes, kalojnë nëpër trupin tuaj, kalojnë nëpër qelizat tuaja. Dhe çdo herë që një grincë e tillë godet një qelizë, ajo mund të dëmtojë ADN. Shumica e këtyre dëmtumeve riparohen nga mekanizmat e riparimit të qelizës, por jo të gjitha. Dhe ato që nuk riparohen mund të çojnë në mutacione. Mutacionet mund të çojnë në kancer, dhe kanceri në hapësirë është një dënim me vdekje. NASA e di këtë dhe po punon në zgjidhje. Një mundësi është të ndërtohet anija me mure shumë të trasha që mund të bllokojnë shumicën e rrezatimit. Por sa më të trasha të jenë muret, aq më e rëndë është anija, dhe sa më e rëndë është anija, aq më shumë energji nevojitet për ta lvizur. Dhe sa më shumë energji nevojitet, aq më shumë karburant duhet të merret. Dhe ka një limit për sa karburant mund të mbajë anija. Pra, trashësia e mureve është një kompromis. Mjaft të trash për të ofruar një mbrojtje, por jo aq të trash sa anija të bëhet shumë e rëndë për t'u lvizur. Llogaritjet aktuale tregojnë se edhe me muret më të trasha që janë praktikisht të mundshme, ekuipazhi do të marrë një dozë rrezatimi që është rreth 100 herë më e lartë se ajo që një person mesatar merr në tokë. Kjo do të thotë se shansi për të zhvilluar kancer gjatë udhëtimit është rreth 50%.
Gjysma e ekuipazhit do të zhvillojë kancer dhe shumica e tyre do të vdesin nga ai, sepse trajtimi i kancerit kërkon teknologji mjekësore të avancuar që anija thjesht nuk mund t'i mbajë. Nuk ka hapësirë për makina MRI, nuk ka hapësirë për akselerator linear për rezatim terapi, nuk ka hapësirë për laborator të plot kimioterapi. Ka vetëm një infermieri të vogël me pajisje bazë. Dhe kjo do të thotë se shumica e sëmundjeve serioze do të jenë të pashërueshme. Pra ekuipazhi do të duhet të pranojë një të vërtet të tmeshme. Nëse sëmuren, ka të ngjarë të vdesin. Nuk ka shpëtim, nuk ka evakuim, nuk ka kthim në tokë. Ka vetëm anijen. Dhe anija nuk mund të kthehet, sepse një herë që të ketë nisur, nuk ka mjaft karburant për të ndryshuar drejtim. Udhëtimi është një zhugë e vetme, dhe kjo do të thotë se çdo vendim që merret para nisjes është përfundimtar. Nuk ka mundësi për të ndryshuar mendje, nuk ka mundësi për të korrigjuar gabime, nuk ka mundësi për të shtuar gjëra që janë harruar. Çdo gjë që nuk merret në anije në fillim nuk do të jetë kurrë disponueshme, dhe kjo krijon një sfidë logjistike që është pothuajse e pamundur për t'u zgjidhur. Si mund të parashikosh çdo gjë që një popullat prej 5.000 njerëzish do të ketë nevojë për 150 vjet? Si mund të llogarisësh sakt sa ushqim, sa ujë, sa ajër, sa ilaçe, sa pajisje, sa pjesë këmbimi, sa gjithçka do të nevojitet? Dhe çfarë ndodh nëse llogaritjet janë të gabuara? Çfarë ndodh nëse ushqimi mbaron para se të arrijnë? Çfarë ndodh nëse uji kontaminohet? Çfarë ndodh nëse sistemi i rigjenerimit të ajrit dështon? Këto janë pyetje që mbajnë inxhinierët e NASA zgjuar natën. Dhe përgjigjet që po gjejnë nuk janë ngushëlluese, sepse e vërteta është se nuk ka mënyrë për të qenë plotësisht i sigurt. Nuk ka mënyrë për të parashikuar çdo problem. Nuk ka mënyrë për të garantuar suksesin. Mund vetëm të planifikosh sa më mirë që të mundesh dhe të shpresosh se është mjaft. Dhe shpresa nuk është një strategji, por është e gjitha që kemi. Pra NASA po ndërton sisteme me shumë shtresa sigurie, sisteme që mund të rigjenerojnë ajrin nga dioksidi i karbonit, sisteme që mund të riciklojnë ujin nga çdo burim duke përfshirë urinën dhe djersën, sisteme që mund të rrisin ushqim në serra hidroponike, sisteme që mund të prodhojnë ilaçe nga lëndë të parabazë, sisteme që mund të riparojnë pothuajse çdo gjë duke përdorur printera tridimensional. Qëllimi është të bëhet anija sa më e vetëmjaftueshme, që të jetë e mundur, të minimizohet varësia nga burimet e kufizuara, të krijohet një ekosistem i mbyllur që mund të funksionojë pafundësisht. Por ja çfarë nuk po ju thot askush. Asnjë ekosistem i mbyllur nuk ka funksionuar kurrë për një periudhë të gjatë. Eksperimenti më i famshëm, i quajtur Biosfera 2, u ndërtua në Arizona në vitet 90. Ishte një strukturë e mbyllur që përmbante disa ekosisteme të ndryshme: pyll, shkretir, oqean, moçal. 8 njerëz u mbyllën brenda për 2 vjet për të testuar nëse një ekosistem i mbyllur mund të mbajë jetën njerëzore. Rezultati ishte një dështim katastrofik. Brenda 6 muajve, nivelet e oksigjenit filluan të bien. Brenda një viti ishin rënë aq shumë sa njerëzit filluan të vuanin nga simptomat e ngjashme me sëmundjen e lartësisë. Brenda një viti e gjysmë, oksigjeni duhej të shtohej nga jashtë ose njerëzit do të kishin vdekur. Shkaku ishte i thjeshtë. Mikrobet në tokë po konsumonin oksigjen më shpejt se sa bimët po e prodhonin. Dhe askush nuk e kishte parashikuar këtë. Askush nuk e kishte llogaritur sakt bilancin e oksigjenit. Askush nuk e kishte kuptuar se sa kompleks është një ekosistem i mbyllur, dhe Biosfera 2 ishte në tokë. Ku mund të hapej nëse diçka shkon te keq? Ku mund të shtohej oksigjen nga jashtë? Ku njerëzit mund të dilnin nëse situata bëhej e rrezikshme? Por anija gjeneratash do të jetë në hapësirë, ku nuk ka mundësi për të hapur, ku nuk ka mundësi për të shtuar burime nga jashtë, ku nuk ka mundësi për të dalë. Nëse ekosistemi i mbyllur i anijes dështon, të gjithë vdesin. Nuk ka plan në rezervë, nuk ka shpëtim. Nuk ka mënyrë për të shpëtuar. Dhe kjo është arsyeja pse NASA po investon miliarda dollar në kërkime për ekosisteme të mbyllura. Po testohet çdo kombinim i mundshëm i bimëve, mikroorganizmave dhe sistemeve teknike. Po ndërtohen modele kompjuterike që simulojnë çdo aspekt të një ekosistemi të mbyllur. Po kryhen eksperimente në stacionin ndërkombëtar hapësinor për të parë se si bimët rriten në gravitet zero.
Po zhvillohen algoritme që mund të monitorojnë dhe rregullojnë çdo parametër të ekosistemit në kohë reale. Qëllimi është të krijohet një sistem që është aq i qëndrueshëm, aq i vetë rregulluar, aq i besueshëm sa mund të funksionojë për 150 vjet pa ndërhyrje njerëzore. Por ja çfarë bën këtë pothuajse të pamundur? Çdo sistem biologjik evoluon. Mikrobet mutojnë, bimet përshtaten, ekuilibri ndryshon. Dhe nuk ka mënyrë për të parashikuar se si do të evoluojë një ekosistem i mbyllur gjatë 150 viteve. Nuk ka mënyrë për të testuar këtë në tokë. Nuk ka mënyrë për të qenë i sigurt se do të funksionojë. Mund vetëm të projektosh sa më mirë që të mundesh dhe të shpresosh se evolucioni nuk do të shkatërrojë ekuilibrin. Dhe përsëri, shpresa nuk është një strategji, por është e gjitha që kemi. Pra, po vazhdojmë, po ndërtojmë, po testojmë, po shpresojmë. Sepse alternativa është të pranojmë se anija gjeneratash nuk mund të funksionojë. Dhe kjo është një alternativë që NASA nuk është e gatshme ta pranojë. Sepse nëse anija nuk mund të funksionojë, atëherë nuk ka plan rezervë. Nuk ka mënyrë tjetër për të shpëtuar njerëzimin nga një tokë që po vdes. Nuk ka shpresë. Por le të supozojmë se sistemet biologjike funksionojnë. Le të supozojmë se ekosistemi i mbyllur mbetet i qëndrueshëm. Le të supozojmë se ushqimi rritet, ajri rigjenerojnë, uji riciklohet. Ende ka një problem, që është ndoshta më i vështiri se të gjitha të tjerët së bashku. Psikologjia. Si mund të mbash 5.000 njerëz të shëndetshëm mëndërisht për 150 vjet në një hapësirë të mbyllur? Si mund të parandalosh konfliktin kur njerëzit nuk mund të largohen nga njëri tjetri? Si mund të mbash moralin kur nuk ka asgjë të re për t'u parë, asgjë të re për t'u bërë, asgjë të re për t'u përjetuar? Këto janë pyetje që psikologët po mundohen t'u përgjigjen. Dhe përgjigjet që po gjejnë janë shqetësuese. Sepse e vërteta është se njerëzit nuk janë projektuar për të jetuar në hapësira të mbyllura për periudha të gjata. Jemi krijesa që kanë nevojë për hapësirë, për liri, për ndryshim. Kur këto nevojë nuk plotësohen, shëndeti mendor përkeqësohet. Studimet e ekuipazheve në nëndece dhe në stacione kërkimore në Antarktid tregojnë një model të qartë. Në fillim, morali është i lartë. Njerëzit janë të emocionuar për misionin, janë të motivuar, janë të bashkuar. Por pas disa muajsh, gjërat fillojnë të ndryshojnë. Njerëzit bëhen të irrituar, konfliktet e vogla bëhen të mëdha, tensionet rriten. Disa njerëz tërhiqen në vetvete, disa bëhen agresiv, disa zhvillojnë depresion, disa zhvillojnë ankth. Dhe sa më gjatë të zgjas izolimi, aq më keq bëhen simptomat. Pas një viti, disa njerëz fillojnë të kenë halucinacione. Disa humbasin ndjenjen e kohës, disa humbasin ndjenjen e identitetit. Disa bëhen të rrezikshëm për veten dhe për të tjerët. Dhe kjo është vetëm pas një viti. Imagjinoni se çfarë ndodh pas 10 vitesh, pas 20 vitesh, pas 50 vitesh, pas 150 vitesh. Askush nuk e di, sepse askush nuk ka jetuar kurrë në kushte të tilla për aq kohë. Dhe ja çfarë bën këtë edhe më të vështirë. Në një nëndece ose në një stacion në Antarktid, njerëzit e dinë se mund të kthehen në shtëpi. E dinë se izolimi është i përkohshëm. E dinë se ka një fund. Por në anijen gjeneratash nuk ka kthim, nuk ka fund. Nuk ka shpresë për të parë ndonjëherë tokën përsëri. Dhe kjo mungesë shprese mund të jetë shkatërrëzuese për shëndetin mendor. Sepse shpresa është ajo që na mban të gjithë të gjallë. Shpresa se gjërat do të përmirësohen. Shpresa se do të shohim përsëri njerëzit që duam. Shpresa se do të përjetojmë përsëri gjëra që na bëjnë të lumtur. Por në anije, nuk ka shpresë për asnjë nga këto gjëra. Ka vetëm realitetin e një ekzistance të përsëritur, të parashikueshme, të kufizuar. Ditë pas dite, vit pas viti, dekad pas dekade, pa ndryshim, pa surpriza, pa asgjë të re. Dhe kjo mund të thyejë edhe mendjet më të forta. Pra, NASA po zhvillon protokolle psikologjike për të ndihmuar ekuipazhin të përballojë. Terapi grupore, terapi individuale, meditim, ushtrime fizike, aktivitete krijuese. Gjithçka që mund të ndihmojë për të mbajtur shëndetin mendor.
Por ja çfarë nuk po ju thot askush. Asnjë nga këto gjëra nuk ka qenë kurrë testuar për periudha aq të gjata. Nuk e dim nëse funksionojnë. Nuk e dim nëse janë të mjaftueshme. Nuk e dim nëse mund të parandalojnë kolapsin mendor që është pothuajse i pashmangshëm në kushte të tilla. Mund vetëm të shpresojmë. Dhe përsëri, shpresa nuk është një strategji, por është e gjitha që kemi. Dhe ja çfarë e bën këtë edhe më të komplikuar. Ekuipazhi nuk do të jetë i përbërë vetëm nga të rriturit që nisën udhëtimin. Do të ketë fëmijë. Fëmijë që do të lindin në anije. Fëmijë që nuk do të kemë kurrë zgjedhur këtë jetë. Fëmijë që do të rriten duke ditur se e gjithë ekzistenca e tyre është për një qëllim që nuk e kuptojnë plotësisht. Si mund t'i shpjegosh një fëmije se arsyeja pse ekziston është të mbajë gjallë një anije që po udhton drejt një vendi që ai kurrë nuk do ta shohë? Si mund t'i zhapash atij fëmije një ndjenjë kuptimi kur e gjithë jeta e tij është e paraqaktuar? Si mund ta bësh atë fëmijë të ndihet i vlefshëm kur e vetmja e vërtet që ai di është se është një mjet, jo një qëllim? Këto janë pyetje që psikologët nuk kanë përgjigje, sepse kjo është një situatë që nuk ka ekzistuar kurrë më parë në historinë njerëzore. Kur më parë nuk kanë lindur fëmijë me qëllimin e vetëm për të shërbyer një mision që do të përfundojë pas vdekjes së tyre. Kur më parë nuk kanë rritet fëmijë duke ditur se nuk do të kenë kurrë zgjedhje për jetën e tyre. Kur më parë nuk ka pasur një gjenerat të tërë që ekziston vetëm si një urë midis së kaluarës dhe së ardhmes. Dhe nuk e dim se çfarë do t'u bëjë kjo atyre fëmijëve. A do të e pranojnë rolin e tyre? A do ta kuptojnë rëndësinë e misionit? A do të jenë të gatshëm të sakrifikohen për një qëllim që nuk e zgjodan vetë? Ose a do të rebelohen? A do të refuzojnë të vazhdojnë misionin? A do të kërkojnë të kthehen në tokë, edhe pse e dinë se është e pamundur? A do të shkatërrojnë anijen në një akt dëshpërimi? Këto janë skenarët që NASA po përpiqet të parandalojë, dhe strategjia kryesore është edukimi. Fëmijët që do të lindin në anije do të edukohen që nga lindja për të kuptuar misionin. Do t'u mësohet historia e tokës, do t'u mësohet pse anija u ndërtua, do t'u mësohet rëndësia e rolit të tyre. Do t'u mësohet se ata janë pjesë e diçkaje më të madhe se vetja e tyre. Do t'u mësohet se sakrifica e tyre ka kuptim. Do t'u mësohet se pa ta, njerëzimi do të përfundojë. Qëllimi është të krijohet një kulturë ku misioni është qendra e gjithçkaje, ku çdo person e kupton se ekzistenca e tij ka një qëllim të qartë, ku çdo person ndjen një ndjenjë krenarie për atë që po bën, ku çdo person është i gatshëm të sakrifikohet për të mirën e kolektivit. Kjo tingëllon si indoktrimim, dhe në një kuptim është. Por ja çfarë duhet të kuptoni? Pa këtë lloj indoktrinimi, anija nuk mund të funksionojë, sepse nëse gjeneratat e reja fillojnë të pyesin pse duhet të vazhdojnë misionin, nëse fillojnë të kërkojnë zgjedhje, nëse fillojnë të rebelohen, atëherë gjithçka kolapson. Misioni dështon. Të gjithë vdesin. Njerëzimi përfundon. Pra indoktrinimi nuk është një zgjedhje, është një nevojë tmerrshme, por e pashmangshme, dhe kjo ngre pyetje etike që janë pothuajse të pamundura për të përgjigjur. A kemi të drejtë të krijojmë fëmijë me qëllimin e vetëm që ata të shërbejnë një mision? A kemi të drejtë të mohojmë atyre fëmijëve zgjedhjen për jetën e tyre? A kemi të drejtë të indoktrinojmë ata që nga lindja për të pranuar një rol që ne u caktuam? Këto janë pyetje që filozofët po debatojnë, dhe nuk ka konsensus. Disa thonë se kjo është e justifikuar sepse alternativa është zhdukja e njerëzimit. Disa thonë se kjo është e pa justifikueshme sepse po shkelim të drejtat themelore të atyre fëmijëve. Disa thonë se fëmijët nuk kanë të drejta nëse nuk do të kishin lindur fare pa misionin. Disa thonë se kjo është një argument i rrem sepse po krijojmë fëmijë pikërisht për t'i shfrytzuar. Debati vazhdon dhe nuk ka përgjigje të qarta. Sepse kjo është një situatë ku çdo zgjedhje është e keqe. Çdo opsion ka kosto të tmerrshme. Çdo vendim shkel disa parime etike. Por ja çfarë është e vërteta? Vendimi tashmë është marrë. Anija po ndërtohet, ekuipazhi po përzgjidhet, protokollet edukative po zhvillohen, dhe fëmijët do të lindin, dhe ata fëmijë do të edukohen për të pranuar rolin e tyre. Dhe disa do ta pranojnë, dhe disa nuk do ta pranojnë. Dhe ata që nuk e pranojnë do të jenë një problem. Një problem që nuk ka zgjidhje të lehta. Sepse çfarë bën me një person që refuzon të vazhdojë misionin? Nuk mund ta dërgosh në shtëpi. Nuk mund ta lësh të shkatërrojë anijen. Nuk mund ta injorosh. Pra çfarë bën?
Kjo është një pyetje që NASA nuk dëshiron ta diskutojë publikisht, por përgjigja është e qartë në protokollet e klasifikuara. Izolim. Nëse një person bëhet një kërcënim për misionin, ai izolohet. Vendoset në një seksion të veçantë të anijes. Nuk i lejohet të ndërveprojë me të tjerët, nuk i lejohet të ketë fëmijë, nuk i lejohet të ndikojë në kulturën e anijes. Në felb, burgoset. Për pjesën tjetër të jetës së tij, pa gjykim, pa apel, pa shpresë për liri, sepse lirimi i tij do të rrezikonte misionin, dhe misioni është më i rëndësishëm se të drejtat individuale. Kjo tingëllon si një regjim totalitar, dhe në një kuptim është. Por ja çfarë duhet të kuptoni? Në një hapësirë të mbyllur, ku mbijetesa e të gjithëve varet nga bashkëpunimi i secilit, nuk mund të ketë tolerancë për rebelim. Nuk mund të ketë tolerancë për shkelje të rregullave. Nuk mund të ketë tolerancë për sjellje që rrezikon misionin, sepse një person që shkatëron një sistem kritik mund të vrasë të gjithë. Një person që përhap panik mund të shkaktojë kaos që çon në vdekje. Një person që refuzon të kryejë detyrën e tij mund të shkaktojë dështimin e një sistemi që të tjerët varen prej tij. Pra rregullat duhet të jenë absolute dhe ndëshkimet duhet të jenë të ashpra. Dhe kjo do të thotë se anija do të jetë një shoqëri autoritare, ku liri individuale është e kufizuar, ku privatësia është minimale, ku çdo veprim monitorohet, ku çdo shkelje ndëshkohet, ku konformizmi është i detyrueshëm, ku diversiteti i mendimit është i rrezikshëm, ku pyetjet janë të dyshimta, ku bindja është e kërkuar. Kjo është realiteti i jetës në anijen gjeneratash, dhe njerëzit që po aplikojnë e dinë këtë. U është thënë qartë se do të jetojnë në një shoqëri që nuk i ngjan asgjëje që kanë përjetuar në tokë, ku lirit që i marrin si të mirëqena nuk do të ekzistojnë, ku do të duhet të ndjekin rregulla të rrept çdo ditë të jetës së tyre, ku do të duhet të pranojnë autoritetin pa pyetje, ku do të duhet të sakrifikojnë individualitetin e tyre për të mirën e kolektivit. Dhe megjithatë, ata po aplikojnë, sepse e kuptojnë se kjo është çmimi i mbijetesës. E kuptojnë se në një situatë ku gabimi më i vogël mund të jetë fatal, nuk mund të ketë hapësirë për liri absolute. E kuptojnë se disa të drejta duhet të sakrifikohen për të garantuar të drejtën më themelore, të drejtën për të jetuar. Dhe ata janë të gatshëm ta bëjnë këtë sakrifik. Jo sepse dëshirojnë të jetojnë në një shoqëri autoritare, por sepse e kuptojnë se është e vetmja mënyrë që misioni të suksesojë. Por ja çfarë nuk po ju thot askush? Edhe me të gjitha këto masa, edhe me indoktrinimin, edhe me rregullat e rrept, edhe me ndëshkimet e ashpra, ka një rrezik që nuk mund të eliminohet. Rreziku i një kolapsi të plot shoqëror. Sepse historia ka treguar se çdo shoqëri autoritare, pavarësisht sa e fortë duket, ka një pikë tyjerjeje. Një pikë ku presioni bëhet shumë i madh, ku njerëzit nuk mund ta durojnë më, ku rebelimi bëhet i pashmangshëm. Dhe kur ai moment vjen, gjithçka kolapson. Dhe në anijen gjeneratash, një kolaps shoqëror do të thotë vdekje për të gjithë, sepse nuk ka vend ku të shkosh. Nuk ka mënyrë për të ikuar, nuk ka shpëtim. Nëse shoqëria kolapson, anija kolapson dhe të gjithë vdesin. Pra pyetja nuk është nëse do të ketë tensione. Pyetja është nëse ato tensione mund të menaxhohen pa çuar në kolaps. Dhe kjo është një pyetje që askush nuk mund ta përgjigjë me siguri. Mund vetëm të shpresojmë se përzgjedhja e ekuipazhit është mjaft e mirë, se trajnimi është mjaft i plot, Se protokollet janë mjaft efektive, se kultura që krijohet është mjaft e fortë, se njerëzit janë mjaft të qëndrueshëm, se misioni është mjaft i rëndësishëm, se shpresa është mjaft e gjallë. Por të gjitha këto janë shpresa, jo garanci. Jo sigurime, vetëm shpresa. Dhe shpresa, sa do e rëndësishme, nuk është një strategji, por është e gjitha që kemi. Sepse alternativa është të pranojmë se anija gjeneratash nuk mund të funksionojë, se njerëzimi nuk mund të mbijetojë përtej tokës, se kur planeti ynë të bëhet i pabanueshëm, ne do të vdesim meta. Dhe kjo është një alternativë që refuzojmë ta pranojmë. Pra po vazhdojmë, po ndërtojmë, po planifikojmë, po shpresojmë, sepse kjo është ajo që bëjmë.
Kjo është ajo që jemi. Kjo është arsyeja pse jemi këtu. Dhe tani, në këtë moment, ndërsa dëgjoni këto fjalë, ndoshta po mendoni: a është kjo vërtet e mundur? A mund të funksionojë vërtet një anije gjeneratash? A mund të mbijetoj vërtet njerëzimi në hapësirë për 150 vjet? Këto pyetje të arsyeshme. Dhe e vërteta është se askush nuk e di me siguri. Askush nuk mund të garantojë suksesin. Askush nuk mund të eliminojë të gjitha rreziqet. Por ja çfarë e dim? Nëse nuk e provojmë, nëse nuk e ndërtojmë anijen, nëse nuk e dërgojmë ekuipazhin, atëherë nuk ka asnjë shans për mbijetesë. Zero. Asgjë. Fundi i garantuar. Por nëse e provojmë, nëse e ndërtojmë anijen, nëse e dërgojmë ekuipazhin, atëherë ka një shans. Ndoshta një shans i vogël, ndoshta vetëm 5%, ndoshta vetëm 1%, por një shans megjithatë. Dhe një shans, sado i vogël, është pafundësisht më i mirë se asnjë shans. Kjo është logjika që drejton programin Deep Space Contingency. Kjo është arsyeja pse anija po ndërtohet. Kjo është arsyeja pse miliarda dollar po investohen. Kjo është arsyeja pse mijëra njerëz po punojnë ditë e natë, sepse ata e kuptojnë se kjo është shpresa e vetme që kemi. Dhe ja çfarë duhet të kuptoni. Kjo nuk është vetëm një plan për të ardhmen e largët. Ky është një plan që po zbatohet tani, sepse koha po mbaron. Çdo vit që kalon, toka bëhet pak më pak e përshtatshme për jetën njerëzore. Çdo vit që kalon, dritarja e mundësisë për të ndërtuar një anije gjeneratash bëhet pak më e ngushtë. Çdo vit që kalon, shansi që njerëzimi të mbijetojë bëhet pak më i vogël. Përveç nëse veprojmë, përveç nëse ndërtojmë arkën, përveç nëse dërgojmë shpresat tona në ujë. Dhe kjo është pikërisht ajo që po bëjmë. Në heshtje, në fshehtësi, në errësirën e komplekseve nëntoksore që askush nuk i njeh. Anija po ndërtohet, pjesë pas pjese, sistem pas sistemi, teknologji pas teknologjie. Dhe çdo ditë që kalon, ajo bëhet më e plot. Çdo javë që kalon, ajo bëhet më afër realitetit. Çdo muaj që kalon, ajo bëhet më pranë nisjes. Dhe kur të jetë gati, kur të gjitha sistemet të jenë testuar, kur ekuipazhi të jetë trajnuar, kur gjithçka të jetë në vend, atëherë do të vijë momenti i së vërtetës. Momenti kur duhet të vendosim: a e dërgojmë anijen apo jo? A rrezikojmë jetën e 5.000 njerëzve për një shans të vogël për mbijetesë? A pranojmë pasigurinë e Proxima B për të shmangur vdekjen e sigurt në tokë? Dhe përgjigja tashmë është e qartë. Po, do ta dërgojmë. Po, do të rrezikojmë. Po, do të pranojmë pasigurinë, sepse alternativa është e papranueshme. Sepse nëse nuk e bëjmë, njerëzimi do të përfundojë. Dhe ne refuzojmë ta pranojmë këtë. Refuzojmë të vdesim pa u përpjekur. Refuzojmë të dorëzohemi para vështirësive. Refuzojmë të pranojmë se kjo është fundi. Sepse nuk është. Kjo nuk është fundi. Kjo është fillimi. Fillimi i një epoke të re. Fillimi i një udhtimi që do të çojë njerëzimin përtej tokës. Fillimi i një aventure që do të përcaktojë nëse specia jon ka një të ardhme. Dhe kjo e ardhme po fillon tani, jo nesër. Jo pas 10 vitesh, tani, në këtë moment. Ndërsa lexoni këto fjalë, ndërsa mendoni për të ardhmen, ndërsa pyesni veten nëse gjithçka që po lexoni është e vërtetë, anija po ndërtohet, ekuipazhi po trajnohet, plani po zbatohet. Dhe ora po tikon. Dhe kur ora të ndaloj, kur koha të mbaroj, kur momenti i së vërtetës të vijë, atëherë do të shohim nëse kemi bërë zgjedhjen e duhur. Nëse kemi ndërtuar anijen mjaft mirë, nëse kemi përzgjedhur ekuipazhin mjaft mirë, nëse kemi planifikuar mjaft mirë, ose nëse kemi dështuar. Dhe dështimi do të thotë vdekje, jo vetëm për ata që janë në anije, por për të gjithë njerëzimin, sepse nëse anija dështon, nuk do të ketë mundësi të dytë. Nuk do të ketë kohë për të ndërtuar një tjetër. Nuk do të ketë burime për të provuar përsëri. Do të jetë fundi. Fundi i njerëzimit, fundi i gjithçkaje që kemi qenë, fundi i gjithçkaje që mund të kishim qenë. Dhe kjo është bara që NASA mban, bara e të ditur se një gabim, një dështim, një problem i parashikuar mund të çojë në zhdukjen e spesjes son.
Kjo është përgjegjësia që asnjë organizat nuk duhet ta mbajë, por dikush duhet ta mbajë. Dhe NASA e ka pranuar këtë përgjegjësi, jo sepse dëshiron, por sepse askush tjetër nuk mund. sepse askush tjetër nuk ka teknologjinë, askush tjetër nuk ka ekspertizën, askush tjetër nuk ka burimet. Pra NASA po e mban këtë barë, vetëm, në heshtje, në fshehtësi, dhe po bën atë që duhet bërë. Po ndërton anijen, po përzgjedh ekuipazhin, po planifikon udhëtimin, po përgatitet për momentin kur gjithçka do të varet nga një vendim. Një vendim që do të merret nga njerëz që e dinë se po luajnë me jetën e mira personave, që e dinë se po rrezikojnë të ardhmen e spesjes sonë, që e dinë se nëse gabojnë, nuk do të ketë falje. Kjo është presioni që ata jetojnë me të çdo ditë. Kjo është barra që ata mbajnë çdo natë. Kjo është arsyeja pse shumë prej tyre nuk flenë, sepse si mund të flesh kur e di se vendimi yt mund të përcaktojë nëse njerëzimi mbijetoj apo jo? Si mund të pushosh kur e di se çdo gabim mund të jetë fatal? Si mund të relaksohesh kur e di se ora po tikon dhe koha po mbaron? Nuk mund. Pra ata vazhdojnë të punojnë, ditë pas dite, javë pas jave, Muaj pas muaj, pa pushim, pa relaksim, pa paqe. sepse e dinë se kjo është urgjësia e tyre. Kjo është detyrimi i tyre. Kjo është arsyeja pse ekzistojnë. Dhe ata nuk do ta braktisin këtë përgjegjësi, pavarësisht presionit, pavarësisht barrës, pavarësisht frikës. Sepse ata e dinë se nëse ata dështojnë, askush tjetër nuk mund të suksesojë. Nëse ata dorëzohen, gjithçka është humbur. Nëse ata ndallojnë, njerëzimi përfundon. Pra ata nuk do të dështojnë, nuk do të dorëzohen, nuk do të ndallojnë. Do të vazhdojnë, deri në fund. Çfarëdo që të ndodhë, çfarëdo që të kushtoj, çfarëdo që të kërkoj. Sepse kjo është ajo që duhet bërë. Dhe ata janë të vetmit që mund ta bëjnë. Kjo është e vërteta që përcakton programin Deep Space Contingency. Kjo është realiteti që drejton ndërtimin e anijes gjeneratash. Kjo është arsyeja pse pavarësisht konfliktit, pavarësisht debatit, pavarësisht dyshimit, plani vazhdon. Sepse nuk ka alternativë. Sepse koha po mbaron. Sepse toka po vdes. Dhe sepse ne refuzojmë të vdesim me të. Dhe pikërisht këtu, në këtë vend, ku ne themi se nuk ka alternativë, fillon alternativa më e vështirë nga të gjitha. Të pyesim nëse një plan për të shpëtuar trupat tanë është njëkohësisht edhe një plan që mund të humbas diçka thelbësore nga ajo që quajmë njeri. Sepse kufiri i vërtet nuk është vetëm ai i karburantit, i rrezatimit, i materialeve, i biologjisë apo i distancës. Kufiri i vërtet është pika ku një model pushon së përshkruari realitetin e plot. Ne dim të llogarisim trajektore, mund të vlerësojmë humbjen e masës, mund të simulojmë ciklet të mbyllura të ujit, ajrit dhe ushqimit. Mund të ndërtojmë ekuacione për stabilitetin e një popullsie, por në çastin kur përpiqemi të përkthejmë jetën njerëzore në një sistem kontrolli, kuptojmë se ligjet që na çuan deri këtu nuk mjaftojnë më. Një anije nuk është vetëm një makinë. Një koloni nuk është vetëm një inventar gjenesh. Një qytet që udhton në errësirë nuk është vetëm një projekt inxhinierik. Është një ndërthurje e brisht e materjes me vetëdijen, e nevojës me shpresën, e disiplinës me kuptimin. Kjo e bën pyetjen shumë më të thellë se sa duket në sipërfaqe. Ne nuk po pyesim vetëm nëse mund të largohemi nga toka. Ne po pyesim nëse njerëzimi mund të mbetet njerëzim kur hiqet nga peizazhi që e formoi. Nëse çdo kujtesë e pyllit, e shiut, e detit, e erës dhe e qiellit zëvendësohet nga mure metalike, drita artificiale dhe cikle të programuara, a mbetet e pandryshuar vetëdia jon apo fillon të bëhet diçka tjetër? A është njeriu një qenie universale që mund të lulëzojë kudo, apo është produkti një planeti aq specifik sa nuk mund të ndahet kurrë plotësisht prej tij? Në një nivel të çuditshëm, kjo pyetje shfaqet si në gjërat më të vogla, ashtu edhe në më të mëdhat. Në thellësinë e qelizës suaj, energjia menaxhohet me kujdes ekstrem. Mitokondrit prodhojnë fuqi, membranat mbajnë kufi, sinjalet qarkullojnë,
Gabimet riparohen, mbetjet riciklohen. Një qeliz jeton sepse është një botë e mbyllur, por jo e vdekur, e disiplinuar, por jo statike. Dhe tani shikoni anijen gjeneratash. Edhe ajo duhet të bëhet një qeliz gjigante në shkretëtirën kozmike. Duhet të filtroj, të ricikloj, të ruaj ekuilibrin, të mbroj brëndësin nga një jashtësi vrastare. Mikrobota e zorve tona, cikli i oksigjenit në gjak, rajet e zemrës dhe stabiliteti një ekosistemi artificial në hapësirë fillojnë të duken si variacione të së njëjtës ide. Jeta mbi jeton vetëm kur kufiri i saj është mjaftueshëm i fortë për ta mbrojtur dhe mjaftueshëm i hapur për ta lejuar të mbetet jetë. E njëjta simetri shfaqet edhe në qiell. Atomet që ndërtojnë kockat tuaja kanë lindur në zemrat e yjeve të vjetër. Hekuri në gjakun tuaj, kalciumi në dhëmbët tuaj, oksigjeni që hyn në mushkëri janë mbetjet e një historie kozmike shumë më të lashtë se toka. Kjo do të thotë se projekti i arratisjes son përmban një ironi të thellë. Ne nuk po largohemi nga universi drejt diçkaje të huaj. Në një kuptim material, po kthehemi te vendi prej nga kemi ardhur. Materia jon është kozmike që në fillim, por për herë të parë, materia kozmike që quajmë njeri, po përpiqet të lviz jo më si pluhur i verbër, por si vullnet, si plan, si kujtes. Këtu, filozofia dhe shkenca takohen pa pasur nevojë për mjegull mistike. Nëse vetëdia është rezultati i organizimit shumë kompleks të materjes, atëherë universi ka prodhuar në një cep të vogël të vetes një formë që mund të asodis tërsim dhe të planifikojë arratisjen nga një botë që po vdes. Kjo është marramëndse. Jo sepse na bën të veçantë në një kuptim sentimental, por sepse na vendos brenda një procesi shumë më të madh. Ndoshta jeta është mënyra me të cilën materia i shpëton verbërisë. Ndoshta inteligjenca është mënyra me të cilën universi zgjat ekzistencën e disa strukturave të rralla kundër rrjedhës së entropisë. Dhe nëse është kështu, atëherë ania gjeneratash nuk është vetëm një mjet shpëtimi, është një akt i materjes që refuzon të shuhet pa lënë një pasardhës të vetëdijshëm. Por çdo filozofi serioze duhet të kalojë përmes përulësisë, sepse sa më shumë afrohemi te këto pyetje, aq më shumë kuptojmë se sa pak dim. Ne dim mjaft për të ndërtuar hipoteza, nuk dim mjaft për të fjetur të qetë. Dhe kjo është pjesa më e ndeshme e gjithë kësaj historie. Ne nuk e dim nëse vetdia njerëzore mund të ruajë qëndrueshmërinë e saj gjatë shumë brezave në një mjedis plotësisht artificial. Psikologjia moderne di shumë për traumën, izolimin, stresin dhe sjelljen në grupe të vogla. Por një anije gjeneratash nuk është as stacion polar, as nëndetse, as bazë orbitale. Është diçka që nuk ka ekzistuar kurrë më parë. Askush nuk ka të dhëna për fëmijë që lindin, plaken dhe vdesin në një botë të mbyllur që nuk ka horizont natyror. Po aq sa dim për truallin e Marsit, dim shumë pak për peizazhin mendor të një qytetërimi të mbyllur në tranzit. Ne nuk e dim nëse shoqëria që niset me një ideal mund ta ruajë atë ideal pa e zhdëruar veten në një sistem të ftohtë kontrolli. Çdo koloni e izoluar do të ketë nevojë për rregulla, për disiplinë, për kufizim të rrezikut. Por historia njerëzore tregon se sistemet e ndërtuara për mbijetesë shpesh bëhen sisteme që e sakrifikojnë individin në emër të stabilitetit. Po të shtoni frikën nga dështimi total, hapësira për autoritarizëm bëhet jashtëzakonisht e madhe. Po të shtoni brez pas brezi njerëz që nuk e zgjodën vetë udhëtimin, rreziku rritet edhe më shumë. Po të shtoni mungesën e një daljeje, pyetja bëhet brutale. A mund të shpëtohet specia pa humbur lirinë që i jep vlerë ekzistencës së saj? Ne nuk e dim nëse biologjia jon do ta përbalojë udhëtimin ka gjatë. Edhe sikur rrezatimi të zbutet, edhe sikur graviteti artificial të simulohet, edhe sikur ushqimi të riciklohet me efikasitet, trupi njerëzor është formuar nën kushte shumë specifike. Kockat, sistemi imunitar, zhvillimi embrional, ekuilibri hormonal, ritmet cirkadiane, mikrobioma, plakja qelizore, të gjitha janë të lidhura me një mjedis që ne e marrim si të mirëqen vetëm sepse kemi lindur brenda tij. Po ndryshove mjedisin për një kohë të shkurtër, trupi përshtatet pjesërisht. Po e ndryshove për disa breza, ndoshta nuk flet më për përshtatje, por për transformim. Ne nuk e dim as mjaftueshëm për destinacionin. Proxima B është një emër i fuqishëm, por emri nuk është siguri. Ne hamendësojmë masën, orbitën, mundësinë e ujit, ndoshta një zonë ku temperatura mund të lejojë forma të caktuara stabiliteti.
Porilli i saj është një zhush i kuq i njohur për shpërthime energjie që mund të gërrijë në atmosferat planetare. Nëse planeti nuk ka fushë magnetike të mjaftueshme, sipërfaqja mund të jetë ekspozuar ndaj rrezatimit të pamshirshëm. Nëse atmosfera është tepër e hollë, nëse përbërja kimike është armiqësore, nëse ciklet klimatike janë ekstreme, nëse uji është i bllokuar ose i paarritshëm, atëherë anija nuk do të arrijë një shtëpi. Do të arrijë vetëm një vend tjetër ku mbijetesa duhet shpikur nga e para. Ne nuk e dim se çfarë forme do të marrë inteligjenca artificiale në një mision kaq të gjatë dhe sa thellë do të ndërhyjë në jetën shoqërore. Një sistem i tillë do të duhet të ndihmojë në mjekësi, në navigim, në diagnostikim, në energji, në parashikim dhe ndoshta edhe në vendime politike. Po nëse për efikasitetin e misionit, sistemi fillon të marrë role që dikur ishin njerëzore. Po nëse kujdestari i mbijetesës bëhet autoriteti më racional në anije. Po nëse brezat e ardhshëm fillojnë t'i besojnë më shumë një algoritmi se sa një historie. Atëherë pyetja nuk është vetëm nëse do të arrijmë. Pyetja është kush do të arrijë. Ne nuk e dim nëse vetë ideja e shpëtimit është formuluar sakt. Ndoshta mbijetesa biologjike e species nuk është e njëjtë me vazhdimsinë e qytetërimit. Ndoshta dërgjimi i një popullsie të vogël në ujë ruan ADN, por humbet pjesën më të madhe të gjuhëve, kujtesave, kulturave, artit, gabimeve dhe kontradiktave që quhen njerëzim. Një fidani vetëm mund ta ruajë vimësinë. E një pylli në kuptim gjenetik, por pylli i humbur nuk rikthehet kur plotësisht. Po kështu, 5.000 njerëz mund ta ruajnë spicjen në kuptimin më të ngushtë, por a ruajnë edhe botën njerëzore siç e kuptojmë ne? Ndoshta po, ndoshta jo. Ne nuk e dim as nëse toka vetë do të mbyllet para nesh më shpejt se sa parashikojmë, apo do të mbetet e pjeshme, e vrarë në disa vende dhe e jetueshme në të tjera shumë më gjatë se frika jonë më e madhe. Modelet klimatike dhe gjeologjike janë serioze. Rreziqet janë reale. Por natyra ka një kompleksitet që herë na ndëshkon pikërisht kur mendojmë se e kemi kuptuar, e herë na jep vonesa të papritura. Kjo nuk është arsye për rehati, është arsye për kujdes. Sepse një civilizim i mensur duhet të jetë i aftë të bëjë dy gjëra në të njëjtën kohë: të përpiqet të shpëtojë shtëpinë dhe të përgatitet për ditën kur shtëpia mund të mos jetë më e mjaftueshme. Kjo është ndoshta pika më e rëndësishme nga të gjitha. Plani i arratisjes, nëse ekziston në forma të ndryshme kërkimi, projekti, simulimi apo strategjie afatgjatë, nuk na çliron nga detyrimi ndaj tokës. Përkundrazi, e bën atë edhe më tragjik. Sepse nëse jemi gati të investojmë aq shumë për të ndërtuar një botë artificiale që të imitojë funksionet minimale të planetit ton, kjo do të thotë se planeti ynë vlen më shumë se çdo teknologji që kemi. Një anije mund të riciklojë ujin, toka e krijon shiun. Një anije mund të kontrollojë atmosferën, toka rrit puje, oceane, mot, stin dhe një rrjet të pafundëm jete që as sot nuk e kuptojmë plotësisht. Ironia më e madhe e historisë son mund të jetë kjo. Ne mund të shpenzojmë shekuj duke u përpjekur të rindërtojmë në hapësirë një version të varfër të asaj që i kishim falas në këmbët tona. Dhe tani, pas gjithë kësaj zmadhimi kozmik, le të kthehemi ngadalë te njeriu. Le të largohemi nga hangarët sekret, nga orbitat, nga motorët, nga llogaritjet e trajektores, nga listat e ekuipazhit, nga probabilitetet dhe modelet. Le të kthehemi në një dhomë të zakonshme në tokë, në një dritare ku hyn drita e mëngjesit, në ajrin që e thithim pa e menduar, në gravitetin që na mban në këmbë pa zhurmë, në tingullin e erës në pemë, në faktin e thjeshtë se mund të ecim jashtë dhe qielli nuk është një ekran. Mund të ndjejmë shiun dhe ai nuk është një cikël. Kondensimi i kontrolluar nga sensor mund të prekim tokën dhe ajo nuk është substrat steril i prodhuar në laborator. Këto gjëra, që në jetën e përditshme duken të zakonshme, nga perspektiva e një anijeje gjeneratash, bëhen pasuri kozmike. Në çdo çast, brenda trurit tuaj, miliarda sinapse ndezin modele elektrike që krijojnë kujtesë, frikë, dashuri, kuptim, dyshim dhe shpresë. Në çdo qelistë të trupit tuaj, reaksione mikroskopike mbajnë një rend të përkohshëm kundër kaosit. Në këtë kuptim, secili prej nesh është tashmë një anije e vogël gjeneratash. Ne trashëgojmë molekula, gjuhë, mite, trauma, njohuri dhe i çojmë përpara pa pasur siguri se ku do të arrijnë. Prindrit tanë nisen diçka që nuk do ta përfundojnë.
Ne vetë po mbajmë gjallë procese që do të na tejkalojnë. Dhe kështu, pa e vënë re, jeta njerëzore në tokë ka pasur gjithmonë strukturën e një udhëtimi ndërbrezor. Ania e ardhshme vetëm sa do ta bëj këtë të dukshme në mënyrën më brutale. Prandaj çështja nuk është vetëm teknologjike, është morale, është ekzistenciale. Çfarë u detyrohemi brezave që do të lindin nëse ne jemi brezi që e sheh rrezikun më qartë se kushdo më parë? A u detyrohemi vetëm mundësinë për të ikur? Apo u detyrohemi së pari përpjekjen më të madhe për të mos i detyruar fare të ikin? A është trimëri të dërgosh fëmijët e sa ardhnes në yje? Apo trimëria më e madhe është të ndalosh shkatërimin këtu, ndërsa ende mundemi? Ndoshta përgjigjja e ndeshme është se duhet të bëjmë të dyja. Të përgatitemi për më të keqen pa e quajtur atë fat, të mbrojmë tokën pa u sjellë sikur është e pathjeshme, të ndërtojmë mjete arratisjeje pa e kthyer arratisjen në justifikim. Dhe këtu mbyllet rrethi. Kujtoni pyetjen me të cilën nisem. Kur toka të vdes, ku do të ikim? Pas gjithë këtij udhëtimi, përgjigjja më e ndershme është më pak triumfuese dhe më dyshese se sa duket në fillim. Po, ndoshta do të përpiqemi të ikim. Po, ndoshta ekzistojnë programe, plane, simulime, studime dhe vizione që synojnë ta bëjnë të mundur. Po, ndoshta një ditë një anije do të largohet drejt errësirës me barrën e gjithë historisë sonë në barkun e saj. Por pyetja fillestare ndryshon sapo e kuptojmë thellë. Nuk bëhet vetëm ku do të ikim, bëhet edhe çfarë po marrim me vete, çfarë po lëm pas, dhe nëse një qenie që braktis shtëpinë e vet për të mos vdekur, mund të mbetet e njëjta qenie në fund të udhëtimit. Mbase plani i fshehur nuk është thjesht ndërtimi i një anijeje. Mbase plani i vërtet, i heshtur dhe shumë më i vështirë, është të mësojmë të mendojmë si një specie afatgjatë, të dalim nga instinkti i ditës së sotme, të pranojmë se qytetërimi ynë është i brisht, të kuptojmë se universi nuk na ka borxh stre, të pranojmë se mbi jetesa do të kërkoj dije, sakrificë, etik dhe një lloj pjekurie që ende nuk e kemi arritur plotësisht. Në këtë kuptim, ania më e vështirë për të ndërtuar nuk është ajo prej metali, është ajo prej karakteri. Dhe në fund, ndoshta kjo është arsyeja pse kjo histori na prek kaq fort, sepse nuk flet vetëm për NASA, për programet e errëta, për Proxima B, për distanca kozmike apo për teknologji të pabesueshme. Flet për ne, për frikën tonë më të lashtë dhe për shpresën tonë më kokfort. Flet për një specie që ka mësuar të shikojë qiellin jo më si tavan, por si drejtim. Flet për faktin se edhe kur e kupton sa i vogël është, njeriu prap guxon të planifikojë diçka më të madhe se vetja. Pra, nëse një ditë një anije vërtet ngrihet larg tokës që po shuhet, ajo nuk do të mbajë vetëm pasagjer. Do të mbajë pyetjen më të vjetër njerëzore në formën e saj më moderne. A jemi ne thjesht qenie që luftojnë të zgjasin biologjikisht ekzistencën e tyre, apo jemi diçka më shumë? Kujtesë që kërkon të vazhdoj, vetëdije që refuzon të zhduket, materie që më në fund ka mësuar të ketë mall për të ardhmen. Ne nuk e dim nëse do të arrijmë. Nuk e dim nëse destinacioni do të na pranojë. Nuk e dim nëse brezat e lindur në errësirë do ta quajnë ende veten njerëz të tokës. Por ndoshta pyetjet që na çojnë drejt yjeve janë po aq të rëndësishme sa vendi ku mund të zbarkojmë një ditë. Sepse në fund, teksa shikojmë lart dhe mendojmë për arratisjen, pyetja më e madhe mbetet ende kjo. Kur të largohemi për të shpëtuar njerëzimin? Çfarë do të thotë saktësisht të shpëtosh njeriu?